Salama shikues të emisionin Këshia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tonin Këshia Show. Faleminderit publikut, por faleminderit të sponsorëve tanë që mbështesin këtë emision. Është uji Sibura, një ujë që është prodhim vendor dhe që prodhohet në Klinë, në gremnek të Klinës. Një shish ujë Sibura, një hap drejt jetës së shëndetshme. Faleminderit shumë pranorit Suleman Gashit që po e prodhon këtë ujë fantastik. Faleminderit shumë. Është Premium Center, nëse doni të keni rroba jo vetëm të bukura, por edhe të veçanta, i gjeni tek Premium Center në Ferizaj afër Urrës së Madhe. Premium Center përndryshe çdo javë ka një zbritje të veçantë për gjithë ata që duhen më duk veçantë, por edhe më bukur. Për gjithë ata që duhen me pas garderobë, po mënoj solimne, edhe me shku dikon edhe me dal, i gjeni tek Premium Center. Faleminderit shumë. Është fidanishtja Flakduni në kryetin të Kamenicës. Gjithë ju që doni me pas tash është vjeshta, me pas fidanishte të bukura në burrin tuaj për me rregullu, i gjeni tek fidanishtja Flakduni në kryetin të Kamenicës. Faleminderit shumë. Edhe kësaj si edhe është Nehem Canulli, prodhuesi më i mirë i çiftelijave, i cili prodhon këto çiftelija të jashtëzakonshme. Gjithë ju që doni me pas këto çiftelija të mira, maraklit e folklorit, i gjeni tek Nehem Canulli, tek numri i tij telefonit e paska shkruar këtu 045 549 297. Faleminderit shumë Nehem Canullit. Para se me fillu me musafirin, kisha dashur me njoftu dhe me informu dhe publikun edhe audiencën e gjërë që sonte ka qenë iftum edhe Resul Lemoja i Bashkisë Islame për Serbi në Xhmendin Saqipi, i cili deri në momentet e fundit e ka pranuar ftesën, por në momentet e fundit është rrish duke thonë që ka menduar që keni me xheru tjera ditë. Në fakt, kjo është një gënjeshtër e madhe nga ai, sepse ai e ka ditë ditën e xhirimit, bile regjia po besoj që tash ti mbulon me pamje dhe qetë edhe biseda që kemi bisedu ne me ta rreth emisionin se çka farë do të flasmi. Por në Xhmendin Saqipi normalisht është rrek, pasi ai tashmë e din të gjithë që ka marrë pjesë në paradën ushtarake me ftesë të ministrit serb të organizuar në patronatin e presidentit Vučić. Me siguri që për hoxhallar si në Xhmendin Saqipi është më e lehtë me marrë pjesë në një paradë ushtarake të forcave paramilitare serbe, sesa të jetë prezant në një emision të një shqiptari siç jam unë. I bëjmë dije gjithë opinionin që sonte ndjeket emision, por veçanërisht Resul Lemas në Xhmendin Saqipi, që ne e dim pse ju nuk keni ardhur në emision dhe nuk e keni pranuar ftesën fizikisht, sepse ju udhëhiqeni nga Demo Berisha, një shqiptar i serbizuar, i cili tashmë është shpërbly nga qeveria Serbisë, konkretisht nga presidenti Vučić, duke e bërë ato ministër të pakicave dhe të drejtave të lirive të njeriut në Serbi. Por e ka marrë një informacion shumë rëndësishëm që në Xhmendin Saqipi përveç kësaj ai ka marrë pjesë edhe në ditën e shlirimit serb nga ish presidenti i asaj kohe Nikolić, është shpërbly me dekorat. Bile në Xhmendin Saqipi nuk priton me i lavdru edhe paramilitarët serb që kanë marrë pjesë në vitin 1998 kundër ushtrisë lirimtare të Kosovës, veçanërisht ka marrë pjesë në masakrën e familjes Jashari. E kam këtu një mesazh ku kisha dashur me lexu. Në Xhmendin Saqipi hoxha shqiptar nga Trnovci dhe Resul Lemoja i Bashkisë Islame të Serbisë ka shkruar një tekst ku lavdron oficerin serb Miloslav Simović për humanizëm dhe tij gjatë periudhës së luftës në Kosovë dhe luginën e Preshevës në vitin 99. Ky veprim ka shkaktuar reagime të ashpra në opinionin publik shqiptar, pasi Simović është i njohur për rolin e tij në mobilizimin e dhunshëm të shqiptarëve gjatë asaj periudhe. Pra i bëjmë dije në Xhmendin Saqipi që është më mirë të jetë shqiptar, mbetet shqiptar, sesa të servilizohet. Je shqiptar, more i paturqëm, i pandehur, do t'i kryetar. Me gjithë respektin që kam për gjyqin do të flas. Të një popull i cili na masakroi edhe na persekutoi gjatë luftës. Rradha i vjen musafirëve tonë, sonte vërtet do ta kemi një debat të zgjatë sepse do të flasim për konvertimet, por edhe për temën që kemi përzgjedhur për sonte, e cila është feja shqiptare, shqiptaria. Për me diskutuar lidhur mbi këtë temë, sonte kam të ftuar dy musafirë shumë interesant, por edhe special. E para është speciale sepse vjen për herë të parë në studio të emisionit tim, është shkrimtare, është poete, publiciste, përndryshe së fundmi është konvertuar apo është rikthyer në fenë katolike, dhe ku më shumë me neve sonte është Ilirida Ismaili apo Galabri ftyrë me dorë të video. Jeni faleminderit shumë që erdhët. Faleminderit edhe ju. Respekte shumë, faleminderit. Unë do të adhuroj këtë libër
është vepra e fundit, Tokë e ujitur. vepra e pesë për tokë e ujitur, unë besoj që do të pëlqen shumë. Shumë faleminderit. Shkaku që i ka di poezi, që i kam larë dhe me lot për Metush Krasniqin. Sigurisht do të flasim gjatë Ahmet emisionit. Krasniqit, po për Metushin edhe për Ahmet Krasniqin. Faleminderit shumë. Po, ju faleminderit edhe juve. Si dhe musafiri dytë për sonte është teologu ju një njohur i cili ka qenë më herët këtu, është Hoxh Fehim Dragusha e Fehim Gjatë Gjithë. Hajde Hoxh. Faleminderit shumë se jeni. Unë më se edhe. Përshëndetje Hoxh. Besoj Liritës për falni për dorë. Mira puna te. Edhe Hoxhës po du m'ja dhurue, besoj që do të pres sonte, do të më respekton kur të lexon poezitë e mia këtu në këtë veprën time, edhe besoj që do të kenë jo vetëm ky Hoxh, po edhe të gjithë hoxhallarët do të kenë më shumë respekt për nëna shqiptare siç është Ilirita. Bravo, faleminderit shumë. Faleminderit. A është e përkthy në arabisht apo shqip? Vetëm shqip. Po Hoxha është shqiptar. Hoxha është shqiptar. Po vetë unë. Faleminderit shumë çert. Po faleminderit edhe juve Hoxh, për ftesë. faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën. Është arabisht, aty se nga që do të thoni arabisht. Po në rregull, ama literatura këtu ne jemi shqiptar në Kosovë, gjithçka flitet sepse gjithë kjo kritik vetëm të lidhet vetëm me gjuhën arabe, po asnjë me gjuhën angleze. Bilionet deshta më thonë edhe Liritë selam aleikum kurar, po thash Mos po. Po vërtet ai sa. Mos po Realisht, A që bërtit më të pason selam aleikum? Normal që kisha bërtit se na jemi shqiptar. Po. As më kishë kthy me aleikum selam? Ju, kur? Asnjëherë. Kur më kanë provokuar edhe të tjerët kur s'ja kom kthye. Vetëm shqip. Tu ngjaqeta përshëndetje. Hoxh, po fillojna me Iliritën sepse është për herë të parë, ashta jep përparësi edhe është tam për me siguri që Padyshim. Kështu na mëson feja. Bile në Kur'an është një kaptin që flet vetëm për gruan. Nuk ka asnjë kaptin ose sure që flet për burrat, vetëm për gratë. Surja e Nisa, a? Nisa, bravo është po. E a Zëna Ilirit, a po festojmë sonte ajo se ty të ka hije për shembull edhe për raki. Normal që Se ti mos fresku edhe me ujë, po më si bura, po kam edhe raki për ty. normal që po e festojmë. Pse jo? Tash ta qeli çto pak e kam një raki. Ani qile, vetëm se unë jam me barna, kështu që Ma mirë do ishte jo, po. Sadri, me që është ka dhe arsye të shëndetit. Po të shëndetit, po. Edhe unë besoj që Ilirita edhe pse ka kalu në katolicizëm, ose kështë nuk besoj që është praktikues e fesë, a kupton? Dhe pja qes pak, se s'bon domi. Amo, Sa për me festue, po. Po është ja, ja, hiç? Pak. jo, larga saj, zotë runa. Ju faleminderit. Ju faleminderit. Hoxha, po me net me dikon që e pyra ki në tavoli? Realisht, feja na mëson, do më thonë, përdesa flitet keq për fejnë diçka, do të më largu nga je, po jemi begi largë edhe, po. Një jastik, një njëri e kini. Hoxh, befasove, shkaku që kur më dhe dorën, se ka ndodhë me disa hoxhallar, unë nuk e kam ditë di atë, nuk kam qenë njoftuar, kur ja kam zgjat dorën, ka thënë jo, mos më jep dorën, se feja jo nuk e lejon. Tash, faleminderit, më shtove se ndoshta e ke gripin edhe po ma gjetë gripin. Ja, për atë po, feja e ka disa rregulla, po kur e shoh moshën juaj do më thonë në kam respektin sikur ndaj nënësime. Faleminderit. Edhe për mua këtë rast do më thonë jeni një moshë të nënës. Po është se për çdo për rakive, me pinë dhomë. Ja, i dhim që si dhim të raki nuk bën me konsumu, se as Isa nuk e ka pi, po kemi do më thonë dallimet të Biblia ose të Testamenti i Ri dhe i Vjetër që i kanë ndryshu. E na për këtë qëllim kemi ardhur që me debatu disa çështje. Po thu që se ka pi as Isa? Do të bëj një pyetje kështu. Prit shkafit përbëhet rakia. Vërtetën nuk jam këtë fushë, që mas për neve në ndaluat si... Pi rrushit zakonisht. Pi rrushit, pi kumla, pi gjë, ato shtrydhen, ato prishin e kështë më radhë. Apo e hanë rrushin? Kjo është një tem tjetër. Do me thonë që kjo është ideologji... me umër po bëjka, po me pis po bëjka. Kjo është ideologji e mbrapsht e njerëzve fanatik. Jo, sikur t'ishte... Çdo kohë kanë shpik ka diçka. Do me thonë për me mashtru popullin. Po është në tjetër edhe alkoholi si domë. Sikur t'isha mjek, do t'a kisha spjegu... Çdo gjë që e tepron sjell domë. Sikur t'isha mjek do e kisha spjegu, edhe pse lexoj bukur shumë rreth kësaj fushë, po sikur t'ishte dobishme do ishte shitne për apoteka dhe në barnatur, për nuk shitet. Kështu që të gjithë mjekët e ndalojnë. Të gjithë mjekët, unanimisht, një prej aty në dëmeve, një prej dëmeve, Zoti ka thonë Kur'an, dëmet, do më thonë ka dobi, po dëmet janë, do më thonë, më të mëdha. Kështu që jo më të mëdha, po 3 herë
ma shumë. Atër do më thonë një prej arsyeve e njerëzve që pinë alkohol shumë, është që paraqitet demenca. Kjo është një kohë për vitrije. Është njëjtë, ne kemi shpjegu fetarisht që gjithçka që di me shumicë, pakica është ndaluar. Së drejgëzuar se edhe këtë çështje do më thonë sa i përket alkoolit, sot kemi edhe drogën. Nuk ke nevojë me uzon me sasi të madhe. Mjafton sadre, apo mjafton një sasi e vogël e gramëve të drogës që të futesh në burg. Apo në çdo shtet botës. Edhe alkooli është ende më i dëmshëm se droga. Për ata që e dinë. A dolmin tim? Po. Iliri, pse u riktheve te kronit e tua? Cila është arsyeja kryesore? A ka diçka që fshihet, domethënë, ndaj pagesa, diçka politike apo? Absolut nuk ka pagesë të politike, nuk ka pagesa si na i kanë mvesh gjërat. Une normal që njeriu kur vetëdijsohet, edhe mendon më ndryshe historinë e kombit vet, edhe atëherë automatikisht edhe me kalimin e kohës, do më thonë edhe me çlirimin e Kosovës, edhe mas shumëti që na detyruan, do më thonë kur fillun sidomos pe bazës kryesore të pikut, njerëzit të cilët predikojnë fen muslimane, fillun të sulmojnë kombin shqiptar drejt pas drejt. E kanë masakru, ke thonë shumë. Po, e vërtet, kom thonë që e kanë masakru që pse kom thonë këtë fjallë, edhe plotësisht ka zonë vend. Në shekullin 14, kur kanë ardhur otomanët, ata për me na kthye në muslimanizëm kanë bën masakër. Masakër të mërshëm si din të gjithë shqiptarët, çka ka ndodhur, edhe me nguliqen në përhuj, e mbaqen edhe me javë me ditë, të mërojnë të tjerat. Po ke thonë kjo... Pastaj veç një moment. Po, pastaj ka edhe me ardhjen e slavëve, do me thonë, ata na e prunë fenë, të cilën nuk e kena pas në prej shekullit parë, e kena pas fenë e krishterë. Shumë kush i thot, keni qenë pagan, po nuk është e vërtet ajo. Pagan e kam lexu që janë konja ditëre grupe, ditëre fise në për do pjesë. Më falni. Do me zonë rakia vallave. Edhe për shtë na eftojmë në fenë islame. Edhe, do me thonë, na prej shekullit parë kemi qenë të krishterë. Me thonë, historikisht. Edhe... Nëse s'ka bëja është taj Shëmpoli që thujnë që e ka... Po, Shëmpoli është njeriu person i parë, i cili është marrë me fe të krishterë katolike, edhe që kështu që kena vazhdu. Mirë, po me ardhjen e otomanëve, do me thonë, na këthin në fejnë tjetër. Ta domi, do me thonë, domi kërësor që i kanë shkatru shqiptarë. Ta është edhe domi edhe maj madhë që është bën, në falni. Po, sa përve. Kur kanë ardhë tash slavët, ta na kanë ngulit, na kanë këthin në fejnë tjetër. Me ardhjen e slavëve, edhe këta janë mundu të nej me na masakrue, me na dëbue, me kret. Edhe tash këta kanë qenë bashkëpunim dy palët, do me thonë, dy fetë kryesore për kombin shqiptar kanë qenë masakr. Do thonë kanë bo masakr. E pse i ki da akuzat rona, se për të nërpes i ki da akuzat rona kundra bikut që ku ka thonë që Naim Tërnova ka bo thirrje, e kom po me një intervjist. E vërtet po. Me Hek Skënderbejon që ata shliromi? Po, Naim Tërnova ka bo thirrje, e kom në për video. Se kom dëgju këtë deklarat për Naimit. Po, unë e kom dëgju, ka bo thirrje me rënimin e bustit Skënderbeut, do të marrim krejt Kosovën. A është kjo deklarat se është akuzë rënë? Ajo, unë e kom dëgju në për misione, apo kuptan. Unë nuk e kom shpik, po e kom dëgjuar. Edhe ta Naim Tërnovën edhe në tjetër në aspekt e kom dëgju prej Shkupit, kur ka qenë lufta, se s'ka dhënë kur fat kontributi, nga Shkupi ka thirrë popullatën, këtë nuk e kënë dëgju ti kur, që tash e kuptan, e ka thirrë këtë popullatën në Kosovës, lufta flaka shkonte në Kosovë, a e thirrë të popullin prej Shkupit, i thështë të lëshon në Kosovën, se krejt shkijet kanë me ju prej. Do më thënë, original, në qëto sene. E vërtet? E vërtet.
100%. Me thonë vetë e kam dëgju gjatë luftës, kur i ka bo thirrjen popullatës me lëshu Kosovën, kurse u që këja në përmale, edhe popli të luftu, edhe popli të masakru kret, edhe aj, si Naim Tërnava, që sot e ka zaptue, po thome ka zaptue, mas thjeshti po flas, kret bikun edhe nuk e lëshon. Edhe a bën një replik se tash aty nuk bënë shumë tema, unë jem të këshyr minutazhin. Kjo është kjo. Do me thonë, këta feja muslimone na shkatëroj nga ona fetare, do me thonë, na ndryshoj me kret, sa që na ka bo dëm edhe në vitin 1913, kur Evropa është me vendos për çështjen kombëtare, kur e ka ditë që jemi shumicë të fesë muslimone, atëherë edhe na ka do, edhe na ka coptu në 5 shtete. Ajo me hapësirës në hoxhës. Është çës Sadri, domethënë sa e përket akuzave na jemi këtu për një temë krejtësisht tjetër, po të hudhet poshtë komplet kontributit të Muftiut Tërnava, edhe pse unë ende nuk kemi punësuar aty dhe synoj me qenë një prej shërbetorëve dhe se kum studiu domethënë kum kryer medresin. Mirë po nuk janë të vërteta, për faktin se çdo deklaratë sot regjistrohet si në emision tonë, si në mediat elektronika për shkruara. Naim Tërnava, domethënë ka 2 libra të botuara për kontributin e tij për fe dhe për kamp, sikur që ka pasur edhe paraardhësi i tij na Dr. Rexheboja. Naim Tërnava kemi mjaft mjek, edhe vetëm unë dëgjova dhe lutem. A ka thonë Naim Tërnava që pëlqefshin xhamia shkonin në Beograd? Mos dalem, shkojmë një nga një. Domethënë kanë dikon 7 minuta që nuk ju ndërpreva. Për shkak të audiencës ta respektojmë dhe ata domethënë ta dëgjojnë saktë se çfarë po themi. Muftiu Tërnava ka botu domethënë 2 libra Bashkia Islame rreth kontributit të tij. Pastaj gjatë luftës tregohen njerëzit që i kanë dëshmuar tash që kanë shku ish luftëtar të UÇK-s dhe ua ka dërzu domethënë të hollat për ushtrinë qëllimtar të Kosovës dhe ende janë faktura që i mbante ai doktori që ishte në një emision direkt, domethënë live. Sa i përket asaj në Shkup, unë e di që deri kur kanë bërë granatimet, ne kemi qenë me drejt duke mësu. Kur na është rreziku jeta, na ka thonë tash delni prej medresës sepse ne nuk mund të marr përgjegjësi për secilin fëmijë që gjenden në medresë. Kështu që nuk qëndrojnë të vërteta ndëruar, ato mund të jenë domethënë gojdhëna që dikush nuk ja do të mirën, po Muftiu Tërnava nuk ka ikë prej Kosovës. Muftiu Tërnava me një grup të tjerë të pedagogëve dhe arsimtarëve dhe profesorëve, ka ndihma që kanë ardhur nga popullata, fitra kurbana, të ardha nga haxhi, i kanë nda dhe për këtë na kemi që edhe me ambulanta këtu i kanë dërguar blermatim, i kanë dërguar në Vërtrej atje. Edhe kështu që edhe familja Shoraj e dëshmoi një gjë të tillë. E thotë edhe Fatmir Xhelili ishte. Edhe Fatmir Xhelili, plot, kështu që duhet me pas kujdes me që jeni autore, domethënë gjithçka mund ta ndryshosh tu se kum ditë, ama autorsia, kur e thu këtë kjo mbetet domethënë thënie që del nga gjuha jote dhe mbetesh ti përgjese për atë që ke thënë. Vetëm diçka. Ne nuk po duam me kont për këtë, veç po du, me thon pastaj let gjykon publiku. Çfarë ishte po? Jo, e dyta, sa i përket asaj që ka ardhur domethënë krishterizmi, nuk janë dy trifise. Shqiptarët domethënë kanë qenë paganë tërsi. Sepse teme më saturësime ka qenë religionet. Besoj që nuk është e vërtetë. Po në rregull, tash unë do ta unë e kam studiu pak a shumë domethënë biografinë e juaj, tash me që jeni bu katolike, unë i kam disa pyetje, por në aspektin e historisë, ne për ta punuar një punim shkencor duhet me ulumtu dhe me kalu 2 vite, edhe a pranohet çaj punim apo jo. Kështu që të shqiptarët, qofshin serb, qofshin historian shqiptar, ortodoks, gjithë janë të pajtimit që shqiptarët para ardhes së krishterizmit e para islamit kanë qenë pagan. Dhe jo rastësisht shqiptarët ende edhe sot e kësaj dite kanë disa festa që kanë lidhje me paganizmin. Kështu që nuk du më fut as këtë temë detajisht, por po duhet të më dëshmuar që nuk kemi qenë katolik, nuk kemi qenë musliman, po ka qenë paganizmi një diçka që është praktikuar, sa nuk ka fe paganizmi. Është idhujtari. Kam besu diellit, i kam besu honit, i kam besu gjarprit e yjeve gjithçka. Edhe çështja tjetër, unë kisha dashur me bëu vesh një analogji, ama kisha pasur vetë 2 minuta të ndëgjosh. Nëse marrim shembull tash lëvizjen, cilës i përketni. Lëvizja e Deçonte dhe një lëvizje tjetër që është lëvizja për rikthim që realisht është për publikun
nuk janë të informuar mirë, janë dy lëvizje. Janë dy lëvizje. Njëra është lëvizja e Deçanit, që ka fillu celula atje, që unë thëmë që nuk është as lëvizje katolike, as lëvizje shqiptare, sepse esenca që këta vetë deklarojnë në fillim kanë dalë që ta bëjmë një fesë shqiptare, po kanë thonë që duhet mi posë në 100 miliard pare, e kjo kone pa mundur, kështu që nuk po del që e dojnë... është në emisionin e Kosova Today, Enver Çoçaj dhe Arber Gashi janë duhet prezent. Kush i ka thonë ata fjallë? Ata të regojnë live. Unë e prej bazës time... Po të se lirit ju i në njësë, feja shqiptaria, ta në u botë katolik. Po, vetëm ta përfundoj, vetëm ta përfundoj. Në asë nuk është e vërtet që... Ata e thojnë publikisht, ta të regoj linkun, aty është... Po pikës pari, Arber Gashi nuk është i lëvizjes të Deçanit hiç. Mirë, njëra është për lëvizja për rikthim. Apo shef, do me thoni keni përzi kablar. Jo, se nuk kemi kona me hub me Arber Gashin as me Enver Çoçaj. Po kështu është ndërume. Kështu është vetëm ta bëj një analogji. Ne vetëm dëgjoj, vetëm ta kryj 2 minuta, veç 2 minuta. Çështja e kësaj lëvizje, nëse morëm soza pak më të gjëra, unë kam thonë shumë më mirë është ta le të konvertohen. Le të jenë besnik ndaj kishave, edhe pse kanë vretje shumë të mëdha ndaj kishës katolike, për shkak se ata e kanë liu këtë lëvizje më zhvillu brenda objekteve të kultit, do më thonë ju një lëvizje, nëse zhvilloni brenda saj, vetëm ta përfundoj. Atër, a nuk do të kishte qenë më mirë? Veç jo, me 20/10/2023, mos është zhvillu në kultin e kishës, kret, ai mbledhim i burrave që kanë qenë. Veprimtaria juve po zhvillohet në për kisha. Postimet në për kisha. Veç një sen. Unë kom kërku që ta bëjnë një kish. Apo shkon xhamiti. Vetëm pak. Apo shkon xhamiti. Normal, po. Apo folesh. Po veç nuk është lëvizje kjo. Ka dalë. Kjo nuk është lëvizje. Jo, mazi se vetëm se nuk më lajmë përfundue. Në rregull, vetëm ta përfundoj. Në kisha. Ndërume, shkojnë me bo meshën. Po. Ose shkojnë njerëzit. A shkoni u rrëfy në herë? Unë rroll shkoku që vetëm Sadre, se s'kam nevojë më rrufi për kur gjë. Po, vetëm pak. Kjo lëvizja për rikthim, sikur përbjen që kanë qenë të humbur, diku, do më thonë të tretur, dhe tash po rikthehen. Që 100 vite, prej kur është shpall pavarësia e Shqipërisë, dhe ka mbet Kosova jashtë kufive, dhe kjo nuk është rezultati i fajt të muslimanëve, sepse e morë historikisht, shqiptar, katolik e musliman, kanë qenë bashkë në lidhjen e Prizrenit, kanë qenë bashkë lidhjen e dytë Prizrenit, kanë qenë bashkë në luftën e parë botërore, kanë qenë bashkë në luftën e dytë botërore, rilindas kanë qenë të bashkuar. Askush nuk ka ardhur me një ide të tillë, për ata them, nuk është as katolike, as shqiptare, është vetëm përçarse që po del në arenën ndërkombëtare, se sikur ta janë të rrezikuar, duhet domosdoshmë u kthy katolicizmit për me qenë ma shqiptar e janë e katolicizëm. Dhe fundit të nderuame. Unë thash, po të respektoj sepse keni moshën e nënësime. Por, duhet të gjykojmë drejt. Ne kemi dikun 10.000 kilometra në Serbinë jugore. Pse nuk bëhet një lëvizje për mi rikthy fshatrat dhe mi rikthy shqiptarët që janë boshnjakizuar në Novi Pazar, sepse në Kosovë nuk jemi të arrezikuar nga askush. Krishterët, katolike që janë vëllezërit tanë në Gjak dhe në Flamur, nuk janë të rrezikuar nga ne. Nuk janë, ju do të bëjë lëvizja për rikthim në shqiptarizëm me shku në Serbi atje, 988 fshatra janë asimiluar ata shqiptar që tregon sa bituka, pastaj i kemi 9770 kilometra katror. Pse e bëm në lëvizjen për na? A mu ju po e bënin në Kosovë, edhe po i tregoni amerikanëve, evropianëve që ne apo she që gabime ke marrë. Kështu është plasuar nëpër media. Ja, lëvizjet tona pa marrë parasysh që është e Deçanit. Jo, ka dallim se e kam një pyetje, pse u ndo një Deçan pastaj u bë për rikthim? Pse shumë parti në për Kosovë. Pse nuk është veç një parti e Rrugovës. Ama atër për dëshmoni që është parti, është lëvizje politike. E këta po donin që na jena kundër islamit politik, dhe kemi bu një lëvizje, kështu që ndërume duhet ta pranoni publikisht. Kjo nuk është as lëvizje katolike, as shqiptare, nuk i shërben shqiptarve, mas pakti i shërben shqiptarve. Pas daljes në skienë Tuçekës. Që kjo? Lëvizja e Deçanit? Kjo është lëvizja më e fuqishme kombëtare në tënë rruzullin toksor ka shqiptare. Pse? Kjo është mendimi juaj se... Pse për shpëtim kombëtar? Për çka? Pse po shifet për çka? Pse ti ju keni thonë që je edhe kundra disa deklarata të xhallore për shembull, për çka?
Çfarë deklarata të xhallarët? Shumë deklarata ka që une çdo gjë ata çka e bëjnë, e veprojnë janë kundër kombit shqiptar. Për shembull, çdo e keni përmend shumë herë për flamur, po është vazhdon me ka kërku folje. Flamur, mëre afiret kjo tokë jona Dardani. Po. E çka kanë bëjnë xhamiat me Dardanin? Po çfarë i pengojnë xhamiat për shkak, ndërsa se kanë pengu Arapa je shqiptar. Unë jam shqiptar. Pse mirë? Po tona xhamiat ligjërohen gjuhën shqipe. A ka mundësi më ta bëni pyetje? Po. Afiret kjo tokë Palestinë. Po edhe shta më bëni pyetje. Apo thirret Dardani. Ilirit. Kjo thirret Kosovë. Ja. Kjo Kosovë është. Kosovë ja kanë gjithë shkollë ja kanë gjithë. Kosovë është fusha Sadri, ti tregoj publikut. Kosovë është vendi i mëllënjeve. Mëllënja janë një shpen shtektor, i zi pak më i vogël se Kurbi, që nga betejë e Kosovës që është morë në 15 qershor 1389, ka pas shumë asi Kurba, i thënë mëllënja, edhe fusha e Kosovës, e nuk është nëse themi atër nga Kosovë, atër po dilin ndërume komplet që po punoni me agjenë sërbe. Sërbet po e dojnë qëto. Sërbet po japin pare me përqok. Kështu që një nga qëllimet... A jeni kopë? Qësh shem qësh? Jo nësi me nga kopë asë gjë. Apo kopën? Tash e dëshmove që Kosova është... Nëse na themi që Kosova është emërtim i Sërbis... Apo prodhoni terrorizm? Jo, më nësë në prodhoni. Prej pikut, qësh jo? Grupacione, a e vratë Reshterin, ka qanek? Që nështë? Reshterin, atë për me përgjësinë e prokurorisë? Jo. Nuk bën se ata familjar dolin dhe ju bojnë pa dije ndërume. A ne veshtuje, tani mos u ndërhyj, po. Atë që kultivoni në për xhamia, njerëzit të rritë, po i infektoni, mu morë me terrorizëm, lene moqin Kosovë, po edhe jashtë po dalin po bëjnë terrorizëm. Nuk është vërtet. A i qut njësis, a i që Shevqet Krasniqi njësis. Kunja? Si ka qenë Shevqeti? Kunja ka qenë? Shevqeti s'besoj që ka qenë. A shkojnë burg Shevqeti? Jo. Shka shkojnë burg? A i ka doli pa fajshëm? A i ka doli pa fajshëm? A i pa fajshëm? Po, mos devijojmë nga tema, e ndërume. Shqyqoni, unë e po një shumë mirë. Biku po prodhan. Po? Terrorizëm. Nuk ka asë nga prokuroria asë një gjami që ka prodhue, kretë këta janë. Po e shemë kulturën Dardane, kulturën shqiptare. Po s'ka kulturë Dardane, se me pos kulturë Dardane do ishe vesh si kur gratë shqiptare, me kulturë, edhe unë do isha vesh me tjerëqi, po na po ju po thuni me ecë me kuhen. Na vishebi, une veshem edhe me tesha komtare, une nuk veshem si kur ninja. Ta sulmosh bikun, janë 2000 hëgjallarë. Asë një nuk dole me kritik. 2000, sa janë shqiptar? 2000 hëgjallarë, këtë janë shqiptar. A une po të thëmë që janë 22 milion shqiptar kajte, jo 2000 hëgjallarë. Une po thëmë ta sulmosh bikun, biku është të qenë si kur ka të... 6 milion me feja, 6 milion muslimanizmi. A ne, po foli? Muslimant kanë bashkëpunu me shkije për barqen e shqiptarëve për Turqi. 6 milion shqiptarë... Kush i ka qu për Shqipëri? Për Turqi. Për Turqi. Kush i ka qu? Me bashkëpunëtorët hoxhallarët. Po jo, nuk keni informume. Na duhet të tregojmë publikut, kjo është libra e Hoxh Kadri Prishtinës. Do më thonë liber vogël që keni, do më thonë dur, para qëtë do më thonë një veprimtar të madhë, kjo është Hoxh. Me krajla Serbisë edhe... Kjo është njëri që ka qenë diplomat, ka qenë ministër i mbrojtjes, ka qenë adhetar, ka shërbyn kohën, do më thonë, dhe vitin 1918. Do të më japoni pyetje nëse Zonja Iliritës po. Pse për shembull që Zonja Ilirit për shembull kur një musliman vendos me u konvertuar, më kthy më bë i krishterë, do më thonë, shihet si hero, ndërsa nëse bon një krishter, bon musliman, kthehet në fen islam, shihet si palestinës, si arab, si arab, po. Pse ndodh që kjo? Ndëgjë, na jemi shqiptar. Se tash s'po thojmë që s'ka të Na jemi shqiptar. Po. Edhe si është e mundun mu kthy një shqiptar në fen e cila është e importume. E pra ta që jetojnë në Evropë që në Zvistrana e Gjerman, pësa ta s'dalin me kësi levizje? Kemi Murat Hoffman, përkthy si kuron Gjerman, diplomat. E di pse nuk dalin? Pse ata nuk i kanë këta probleme si kur na që i kemi. Pse na u bom shteti i fundit në Kosovë, e bom pavarësinë. Pse na?
Pse ata për 200, 300, 150 vjetë janë para neve, i kanë shtetet e veta, pse na nuk kena pas shtet? Do me thonë që ka feja islame problem. Feja islame. Po nëse i lexon librat e historisë dhe shohim që me ardhë... Bashkë për libra të historisë. Feja islame është shkaktare që e ka shkaktare. Jo, aspak. Bile këtë vendtaria e kombëtare... Feja islame e kalon një kombë shqiptar pa shkollum. 200 vjetë, e ka shkatërue. Me ardhën e Perandrisë Osmane, so shqiptar ti që mirësh me shkrimin, so shqiptar kanë linë nga Ballkani dhe kanë shku në Ukrainë, në vende tjera, pse nuk flasin shqip? Ma trego arsyen, pse nuk flasin shqiptarët që të thonë, jo, ata janë asimiluar në Ukrainë, jo janë asimiluar në Serbi, jo janë asimiluar në Rusi. Pse nuk asimiluar? Pe okupimit. Po pse nuk asimiluar në Kosovë? Gjithmonë për okupim. Pse nuk asimiluar katolikët që kanë jetuar dhe bashkëjetuar me shqiptarët? O hoxha. Çysh duhet të diskutojmë? Këto janë libra. Kjo është dokumente angleze mbi lidhjen shqiptare të Prizrenit. Feja islame. Anglezët të diskutojnë. Feja islame, edhe feja ortodokse slave, është kanceri shqiptarve, që e kanë shkatëruar 20 milion shqiptarë. Fatmirësisht e përmeni slavizmi, se këta ma shumë folin kundër muslimanëve që i kanë 98% shqiptar të besimit islam. Feja islame, edhe feja ortodokse slave janë kanceri kryesor që e kanë shkatëruar një kombë të tërë. Ani një pyetje në direkte, vesh një pyetje. Vesh një pyetje, liri se ti mësu me të tjere dhe për debate, je mësu në për debate, më jam dërpre. Me mua ki shumë shkurt. Dëgjoj, më dëgjon. A kupton? Kjo është morali debatit. Ma tregon derisa buhet lëvizja përçarse e Deçanit, pra, s'me thëmë lëvizja e Deçanit, po lëvizja përçarse e Deçanit. Sa herë keni dalë në media me fol për dëmet që i ka shkaktu Serbia pushtuese popullit shqiptar? 100 vjetë pushtim. Unë mas pari kom folë. Në cilat emisione ke qenë? Të plot emisione. E hulumtova komplet askund. Askund. Po se ke askund. Unë dëgjova edhe një dëgjues kur e thirrri veçën pak. Intervistën e parë, ju po ta faktikoj. Faktoj, po. Mami fol anglisht. Po ta dëshmoj, po. Po ta faktoj, po ta dëshmoj. Anglisht është ajo. Intervistën e parë që kam dhënë. Intervistën e parë që kam dhënë. Kam thënë 2 fetë. Intervista e parë që ka qenë, kam thonë 2 fetë janë shkaktare që damet më të mëdhaja ja kanë bon populli shqiptar. E kom përmend fenë muslimane edhe fenë ortodokse slave. Do me thonë... Intervistën e parë që kom dhënë... E ma të regon, tash pyetja e parë, direkt, po bojmë tash një debat. Prej cilat xhami kanë mbledh armatim, sikur në Banjsk, sikur kisha ortodokse serbe, që desh me kërku falje këta serbe, që detyrej Evropa, prej tyre ka qenë një koleg Donald Reeves, si anglis, që ka vdek para një viti, nuk e kemi asnjë xhami, po flas për të 26 vite, që ka mbledh armatim për me e sulmu një qytet të Serbisë, po nuk e kemi asnjë shtet në botë, shtet islam, që i ka bo luft një shteti jo. Këto e thot do me thonë edhe kë historioni Gjerman. Prandaj, unë po thëmë, mos e kraso... Ja, mos dolem ta mos atje se kena probleme këtu. Na kena probleme juve si lëvizje. Ju po thoni si pse nuk keni asnjë të ri të moshësimin në lëvizjen e Deçanit. O shqiptar. Që veç pak sa drejt. Asnjë i ri a u fut në Izrael 2400 izraelit të festu të ri, e të reja, i murën, i ngren zhak, i masakrun, i qka nuk bon me ta. Me cilin datë? Me 7 e tjera. A di që prej 49-ës këta jenë të sundum dhe të shtypur? Ajo tokë është izraelite, nuk është palestinese. Do me thonë, apshe, këtë në agenda të Serbi. Pse? Se mas pari, edhe na kemi një gabim, që kanë hopë, që është hopë ambasoda në Jeruzalem, thëjë pësë përna një Palestina. Po së një Palestina se ti e shkuja ka hopë ambasadën mrena të shtetynëv. Serbia. Po që po të pengon kryqit që e ko? Jo, as pak se kjo nuk e din qka është do me thonja kryqit. E kanë gjithë nuk e din. Se kryqin mas pari që shtojnë krishterët, thonë është kryqëzu. Isa, ose Jezu Krishti kur nuk është kryqëzu. Po edhe nëse mendojmë hipotetikisht që është kryqëzu Isa, a duhet ta festojnë në dhimbjen e tina? Gabimini, kryqi është zbulu ma vonë. Shumë ma vonë është praktiku. Kjo është një lloj paganizmi të krishterët, që nuk e ke asku në librat e tyre. Ma të rego për që një pyetje për me ditë, sot dini për fenë katolike,
A i një fut në testamentin e ri, apo testamentin e vjetër, a i një ungjillor, a i një protestant, a i një katolik, apo nuk mund me bu pare për me bu fejnë shqiptare. Na jemi katolik, krishterë, veç diskutoj. Je vetë pak, unë po ta bëj pyetje. Për çka pare? Po se ata kishin diskutu që nuk kena parë me bu fejnë shqiptare të shqiptaria. Është publikisht e keni, që ta gjej. Mos na ofendo. Jo. Të lutem kjo është ofendim i rëndë. Arber Gashi dhe Enver Çoçaj në emisionin Klan Kosova Today e keni kur thuj kështu, kur thuj që unë po ta tregoj, nëse jam gabim, unë dal publikisht kërkoj falje. Po është turpi i turpit që thonë kështu që na po lipim po kërkojmë falje. Jo, ka qenë publikisht. E para, e dyta, lëvizja e Deçanit. Çka ka qenë publikisht është ta shërbi. Publikisht ka qenë kështu. Ata nuk kanë dashur për mu përzi me fe. As katolik as muslimane. Ka thonë feja shqiptare është shqiptaria. Po çështoj ka fillu. E ka fillu. Tani ka thonë për me buh që ta. Nuk është e vërtetë. Po ka dalë të ta kryej mendimin na. Lideri jem. Kush është lideri? Lëvizjes Deçane. I budushnosti. Lekli, jo. Mos më i përzisene. Po mirë ta. Pse u përçat ju ndysh? Edhe mos u kesh. Pse u përçat? Mos më përzisene. Pse? Jo budushnost. Haroje, a është 1 milion herë ma patriot se ti. Asnjëherë. Çaj budushnosti. Çaj budushnosti që po përmend ti. A është 1 milion herë u kojt në përbugje. U kojt po tash i ka shërby agjendave. Tur për ti, mos u kesh. Ja, unë s'po keshi. Ai nuk ka budushnost. Ai është tamam. Fatmirësisht Bojku është shqiptari vërtet. Ani u kry. U kojt në përbugje, u kojt njëri për janë organe shtetërore që janë duke marrë prokuroria e Kosovës për rastin. Për mos durim. Lideri jem, lekaj. Po? Kush është ai? Kush janë ato? Me nizetin. Çfarë fakturë është ai? 2000 është kryesori i lëvizjes Deçanit. E mirë. Çfarë qëllimi ka lëvizja Deçanit? Na tregon. Kur ka ardh ditën që e kanë u lëvizja Deçanit, u themelue. Po. Ka dalë ka thonë, nga sot nuk jemi më musliman. Qa jo fjallet, nuk është as... E pse s'po del pra mu deklaru, po del Arber Gashi, po del Enver Çoçaj, po del Belisari, që këta? Kush jeni ju mas pari? A ndoshta jeni vesh një gjenerat që tash keni dalë në penzion, s'po dini çka me bu, nuk ju dojnë të shtëpia e dalë nëpër media. Jo. Atëherë, ndërume. A diti që muslimant e vërtet, as nuk guxojnë me dalë nëpër media. Pse s'guxojnë me dalë? Nuk guxojnë me dalë. Tash ti apo se qenë muslimana je, muslimana ke qenë, sa ke qenë praktikuese, sa ke qenë xhami? Xhami? Po. Apo do me tregu diçka. Me ma mbulu këtë shkëtësall me a ke qenë ndonjë në xhami? Po ta them. A ke qenë muslimane praktikuese? Po s'është direkt. Atëherë mos tu ju konvertu. Atu ka i dhru zëna e lirit dikush që e konvertu në krishterë të shtëpisë ose dikush familjar? Veç po ta them, më kanë kërcënuar edhe me jetë. Kush? Talibat, e di, musliman nuk po të me thonë taliban, shqipi bjen 2 student, 2 taliban, po. Po se ke thonë që edhe në qajer kur ke qenë me një promovent, ha? Po, këta, jo që na nuk sëllmojmë. Po pëse s'po thu kjo vllah shqiptar, po këta ju, pëse po na qunë janë miq? Po nuk është vllah shqiptar. Po unë jam vllai ty shqiptar. Do shta e me ma komtar se ti. Ja, s'mundesh me qenë. Po kështu i ku mësu senet, kështu më ka mësu babe babgjysh, mi mësu kong komtare, kong kreshnike. Muslimanizmin tradicional e preferon. E pse keni shku pra, pse keni përfundu? Atje, ku më kanë sulmuar. Në qajer kanë sulmuar? Po, në qajer. Në rrjetet sociale dhe kanë thonë duhet me dalë me kape, me ngrezhake. Shka kanë duhet konkretisht qajer? Edhe unë ndërprej program. Në rrjet, po. Edhe ata nuk kanë qenë musliman tradicional, paqësor, po ata ishin grupi i tine radikal. E pse tash pëjthun e ta, sa po bën ju sulm që po i quni këta në rëzishëm, këta në sikur slave, këta në sikur stërbet, po më ndojnë që ju durojnë shqiptarët me këtë gjuhë, kjo gjuhë fyse, po dhe tash i përmende. Ju do të mu distancu për tyne. Na do të mu distancu për juve mas pari. U distancu e biku, kur u distancu biku për njerëzve që për Mercedes i falën, ati që dulë tha, ki flamuri është leskë. Mercedes i falën, o gjallarët e biku. Ata veç me o gjallarët, flamuri leskë është. Jo, më nuk o flamuri leskë, flamuri është simbol komtar. Pse se ke qu zërin ti? Po ti pse se ke qu zërin për kishat që mbi 400.000 veta, do me thonë largun nga kisha vetëm për pedofili. 400.000, jo 4, jo 40, jo 4.000, 400.000. Në Kosovë pas ka ndodha jo? Ka ndodhë në Evropë, që ti po thuaj kemi shembull, do të mi kallëzu Evropës që në qanë do më... Unë e kom vesh një pyetje ndërume. A e ke pranu katolicizmin, a e konvertu, se e don me zemër? Për Kosovën po flasim, këtu i kena probleme. Mirë. Evropa i ka senet e mirë, ama unë e kom një pyetje.
A i një kalue në katolicizm se sikur të shkon kjo lëvizje që është pro kombit, do ishte mbo në një tures tjetër, jo në për rrugica të dëqanit. Tash të kalzoj. Vetëm pak tash. Unë e kisha me thonë, se unë e bëj një lëvizje. E di pse pro kombit. Po veç pak veç të krybet lutem? E di pse unë pro kombit. Qysh e pro kombit? Pse 1 milion gati jenë bon, tu pagzue. Tu pa ata nuk janë musliman, mos unë 1 milion, se na ketë 1.600.000. E di unë Pse kamë që ke pagzue? Pse kamë të pagzue? Çashtu. Se pagzue, ju pagzue kur po kompator. Shqeqa, Sadre, a ne të e kryve tash, e mora... Edhe diçka po të thamë. Ama, do të unë me folë hajtë që veç do të me ngu thy. Jo, veç keme ngu muë. O kry, hajtë që po të ngaj. Se po thoni ju, jeni 95% musliman. Shqiptar të besimit musliman. Ama ti po thuaj që kështu. Jo, janë statistika të si këmbo. I ka bo shteti. Tjerë thuj 98% musliman. Ka dalë. Disa, për e të gjithë. Përkatësia fetare është islame. Ali që për t'ja po një pyetje, hoq. Jo, veç një moment. Pse na u revoltuam, dulë si lëvizje për këthime, lëvizje dhe qanit. Kur janë nisën tonë anët, të thonë 94% jena musliman. A do një përgjigje? Kombin shqiptar duke mohuar kombin shqiptar. E ta shune po ta talegoj. Po ja, tjeda po më pytet po më tregon, vetëm pak. Jo. Vetëm jo për ju. Okej, hajde shqyr. 2 minuta ekipi mi, veç. Me pushtetut. Cilës pushtetut Kosovës, po? Kosovës, e ki 94% janë Kosovë shqiptar. Po. Te neni 3. 6% janë shqipfolës edhe jo shqipfolës. Po i tërguj krejt. Kjo është nacionaliteti. Të feja? Shqiptar. Në kushtetut nuk tërguat feja. Ati feja nuk tërguat. Shqiptar, po shqiptar. A më kanë det më të kalu shkar feja? Nisën për bazave të bikut, o zhëllar të thonë, na jena musliman, të muhu kombin shqiptar, të muhu shqiptari. Po, e kriva. E qati mas shumë ti, tash me dëgjo tash. I dhnuhe, të më muhu kombin, të muhu kombin shqiptar. E qati dhe më thonë që nuk pajtojnë... A që një pyetje tjetër, po? Se për shamull ti me mjekër, që e lirik da s'ka mjekër sa mjera, pëse? Po që mjekra, nëse i marëm krejt këmtartë, Adem Jasharin, e njerëzit e kombit, e luftetarët, e o gjallarët, e prefrim, krejt kanë qenë me mjekra. Interesant. Po. Kje dhe gjallarë pa mjekër, po në islam, mjekra është sunnet, tradit profetike, që ka posë edhe Jezu Krishti që kom profet, Sunet është, veç ato që ka tradit, shqip tradit. Po, sunet është kur themi është ato, dhe më thonë, mënyrat jetuarit pejgamberit, alayhis salam apo bortja e teshave mjekrës e kështu. Forma që shka ngrën, forma që shka ecë, forma që është vesh, është tradit, edhe ajo është modern për mu. A mund me qenë për shembull mënyrat jetuarit, mu sill mirë me njerëzit. Po normal, ai ka qenë njeri mirë, ka qenë prindi mirë, ka qenë luftëtar mirë. Për çata Karen Armstrong nuk është shqiptar, as nuk është e Deçanit, as nuk është e Pejës. Po thot Muhamedi një profet për kohën tonë. Kur e ka thonë këtë? Që e ka u botu libri. E ka bu do me thonë, kjo Flaka Suroj e ka botu këtë liber, 2017, është liber, është angleze. E ki do me thonë Roger Garodi, filozof, musliman e ka pranu islamin. E ki Maurice Bucaille, francez, filozof, e ka pranu islamin. Po ju me këtë tendencen e juaj... A duhet me ngell në kohën e tyne? E qa do t'i thunë ju Macronit që e pranoj Palestinën tash si pavarësinë e njojës e shtetë? E ka pranu. Se po dhe unë e po gjenocid. Muslimanët tash e kryve e ndërume, tash më letë flasë. Edhe njëherë, levizja e Deçanit, unë nuk i thom, unë i thom levizja për qarse e Deçanit. Nuk është e vërtet. Vesh ta kryjdet lutem, vesh ta kryj. Dhe më thonë, ta nuk janë levizje fare, as katolike, as shqiptare, janë levizje që po dojnë me përqa popullin e baza fetare. Kjo është një parull që ka qenë e Serbëve, deri në vitin kur ka fillu Clintoni me thonë, tash do të fillojnë bombardimet. Paru dhe kujna e Serbëve? E Serbëve që kanë thonë, do me thonë, lufta na përbujna për fe, kur s'ka posë që shto luft për fe. Po thëmë, nëse dolin këta që me konë kash besnik, po ku mbetën more rilindas që flitin ka 10-12 gjutë huaja dhe nuk bënë kësi levizje. Ne kemi për shamull plot prift në Shqipëri, priftërin, kemi plot hoxhallar që ju në mykne për burgje, e kemi Sabri Koqin, e kemi Dërz Gjilanin, e kemi Hoxha Dre Prishtinën. Pse po doni me i humbë këta njerëz? Këta kanë najt me prifta që shri unë. Mu feja e to me kur nuk më thot me urrejt një katolik. Po unë pengon nëse dikush thot unë doshta me bufe shqiptarit, s'na dheze, po shkojmë te kisha. Edhe atë që kom thonë kësa Dre, pi e thom edhe kësoj motës ndërume, që shpresoj që ka pranu katolicizmin dhe i praktikon këto.
edhe thëmë të lumt nëse ke bu me dëshirë dhe me zemër. Jo për mja plëcue Evropës qëllimet. Jo Evropës, po me dëshirë time. Kjo është një lëvizje që e kanë një vritje të madhe. Edhe ku më thonë prapë edhe në mision të tjera. Çfarë ndodh nëse kjo lëvizje pas 2 vite vdel prokuroria me një komunikat që janë, do më thonë, rrezik për sigurinë kombëtare dhe po zhvilluan brenda katedrales e kishës Llaposhniku që enda ja kishë është pa leje, është ndërtu pa leje, do më thonë. Sa xhamia janë pa leje? Vetëm pak. Është ndërtu pa leje, a tha që kam e dëgjue. A e ke zgjotë shumë? Pa leje e para. E kanë detyruar popullatën fori italian me qëndru shtëpi si kanë lënë me dal jashtë me protestu, është e dyta. Asamblesat në atë komunë, nuk i kanë lënë domethënë me shkum, që thonë ta proper channel, e kanë vuluar shpejt e shpejt, është më shumë kishë politike. Unë po them, çebre o porë pi xhepit tam jepi, me ndërtu një kishë nëse keni për një me. Po ti po thos po mund me hip shkollë, çish me hip atë në kishë atje në kishë Llaposhnikut. Na kemi probleme me xhamatin, me shku në xhami ngat. Mas paktin 100 herë jam shkuar. Po pse ka snal po mundesh me shku atje? Pse mos me shku? Po pse s'ka shtëpia për rreth? Bindum tash timu që duhet me marru kishën larg shtëpive. Na i marrojmë xhamia. A di pse? Pse? Pse na nuk i infektojmë rinin sikur ju. Po ju s'keni rini fare. A gjën telefon tonë që e ki vetëm një të ri moshës time, që është në lëvizjen e juaj. Po është ajo zona Moli. A? Është ajo zona Moli. Ajo është e re, është pa martu, është libur njerë, për ata është... I me zona Moli ka u kejt, kur i kom po hoxhallarët, të i marë fmit shqiptar, këtu në Kosovë ka ndodhë mas lufte. Të cili hoxh ka ndodhë? Nuk më kujtohet cili, veç të i ja u fut shamijat në kryef, një 7 vjeqar, 9 vjeqar. Edhe të i muslimanizue. Po ne kemi misin arsimin bre që nuk i të regon, nuk i dëshma. Veç diçka po të them. Qish mundem mu pajtune me fejnë tënde, kur feja ju të qëta palestinez andej u masakrojshin, i bombardoj ke Izraeli, të ndej 600 dashma për një dit, të i marë fmit, 9 vjet edhe 10 vjet, të i bo gra edhe nuse. Që po thamë? Të me thonë, ata po bëj kanë dashma, a lufta është atje që 2-3 vjet. Jo dashma me fmi. Po? Të me thonë të bu masakër në trupin e fmive. Vish një sen po të thamë. Po masakër për bërë Izraeli. Le të më falë kretë opinioni. Po? Me ndodhë që kjo, këtu në Kosovë. Po? Po zbëdhët të kur? Po, zdodhë kur kjo heq? Unë jam hoqë. E shka nuk ndodhë. E shka nëse ndodhë? Po s'ko asë një hoqë. Nëse ndodhë vetë shqiptarët, apo kuptan shqiptarët, kur më nuk do të shkon qetë, është do të shbon mazi se në Palestinë. Oj motër, na kena xhallar të përgatitur, na kena xhallar që i kanë kontribu fesë. Ju luftoni për hiria. Jo. Ju luftoni për Kjo është një numër i vogël i internet që dolën dhe njerëz. Pse ju dëgjoni vetëm çatat internetit? E qish për hiria, pse për hiria? Për hiria këta luftojnë, edhe në luft kur kanë qenë, me ro shehida, luft çlirimtare, të uçekës. Këta me ro shehida, edhe kur shkojnë atje në varë, në botën tjetër, mi i prish 72 hirida. E diçka i pret juve. A beson ti që në mytë? Allah. A beson ti që në mytë? E diçka ju pret? Loqi, bolta, edhe s'ka kur gjo. Si kur krejt qirë. Si pret kur gjo, ju vesh jeni... A dëndijesh? Cili ka dojnë për dheu? Vërtetoma. Po cili ka me të pashku në dhej? Po krejt ka me shku në dhej. E po pse atër? E pse po reni poplin që kur shkonin dhe ju presin hiria... Po kështu thujnë edhe prisat e ju? Jo, mëre, qëfar? Ti a shkon kish do dit? O, ti. A shkon kish do dit, po të pësa, e bu katolike? Jo, nuk shkoj. Atë nuk je katolike? E di pse nuk shkoj? Po të lutem. Pse nuk kom kohën e me shkoj. Po pse për pi manipuloni njerëzit? Po jo, mëre. Pse për nuk po thuni, unë kom një mesazh, pse nuk po e bën ju një kish, një objekt juajen? Lirida, vetëm pak, Lirida. Mos i kesh përdoni kishat. Do të vjen dita... Ju jeni të i kesh përdor poplin. Pse? Ju jeni të i kesh për të i rejt poplin. Pse? Tu i shuna për xhamia se Allah i ka thonë kështu, Allah i që kështu kur vdesesh apo kështu, edhe të poplin, ju jeni të e që mos me menu kur, për shtet, për adhe,
për me mbrojt kombin. Po kush e ka mbrojt popullin 99-ën? Vesh në Kurvallak. Kush e ka mbrojt? Kjo është akuzë rëndë. Vesh në Kurvallak. Nuk përkon për moshën tonë me thonë këtë fjalë. Vesh një zemër ta. Nuk përkon për moshën tonë. Ka 7 gram i mor. Nuk është gjuhë e duhur. Ka 7 gram i mor, ka 2 gram i mor. Edhe kur të vdisni, a që me ju prit hiria. Po qa kolide, feja islame e lejen dhe i 4, na kena komandant të shqiptar që i kanë 2, 3, 4. Kush është kena komandant? Ka mjaft, ka. Po neve se kom të gjuhë që edhe me Samil Shtokit, a është vërtet? Ajo është burri madh Samil Shtoku, është një trem i madh. E kom familjes. Po, tezën tame ka për grua. Për grua? Grua 2 të kry puna. Qa ka të diçka të keqe? Është burrin dershëm, e ndëron, ja plotson gjitha kushtet, çka ka të keqe këtu? Mos u mundoni, vetëm pak tash. Veç nisem po ta them. Vesh ka dhënë shumë sene. Po? A je tash kundër UÇK-s? Jo. Se edhe keni dalë edhe kundër UÇK-s disa komandantë. Unë kam shok, unë ata e kam shok. Se kjo ka qenë pjesëtare është shqiptar Kosovës. Unë kam qenë edhe unë Samin e kam edhe shok. Ama mos u mundoni, më u thon, po s'mbla me fort asgjë. E ka marr gruën e dytë. Po. Na kishte gruaja e parë, kishte smut. Jo, s'është smut, shumë mirë, ka se ka smut as ka vëgjë. Hiç shkuj ajo ka luftëtare, ka snajperiste, edhe jam krenare, edhe përshëndes shumë. Mirëvete. Me mendu 3-4 gro, e 7 gro, e a qenë 10, po ju presin hirijet, ju presin... Po kush ka thonë ty? Kush ka thonë që kanë shku në luft për mi prit hirijet e për ato? Ata kanë donë me mbrojt kombi se që të familje që s'kanë shku në luft, kanë nërë shkidhe dhe i kanë përdhunue. Ju! Qysh na? Me këndojnë me mbrojt kombin. 4 në bytë luft. E di qka? Ju me këndojnë me mos për del tash të ti se më vërqoqa me ndorë kundër gjallarve? Ju me këndojnë me mbrojt kombin, automatikisht kjo shëshnia jote, ka jeti i drejtum, nuk kish dojnë mas lufte me i bu 1.000 gjamia në për Kosovë. Po leta është të be gjamiat, ju ajni bu prap, ajni kundër gjamive? Apo ju vinë mjetet. Na i kena këtë deklarume, na i kemi deklarume. Edhe po i vidhni a që të biku. Shumë debatiull, sinqerisht. Këta mas po nuk ka zënë kur që kanë maru 280 kisha. A se kanë asë një person? 280 kisha këta e vesh 2-3%. Qa për Dardanin? Qka e 280 kisha për Dardanin? 1.000 gjami e kini maru për... Po besimtar për i kërkojnë. Besimtar për i kërkojnë këtu. Qa mi bulla poshniku që se ku asë një shpin gëtë aty? Ja keni bo sherën aty katunit. Jo, së është të vërtet. Dilni aty vini njerë për diaspores. Tani dole lujnë viktim në për media. Ti vetë pëthu, më kanë kërcenu. Do mu bu katolik, qa ka nevojti me donë media që e bu katolike. As një musliman nuk del në televizor që ka kalu pre katolicizm në islam. Kur si qesëm? A do të Gjergji, rrafsh që 10 vite ka kesh përdor, vete pak, 10 vite e ka kesh përdor, RTK-n, duke dal në natën e Kërshëndellav, duke i anë që atë një 20-30 që i ka pagu me pare, edhe po është u konvertun. Pse nuk i qëtë kur Tërnava, sa veta u islamizun? As njerë, nuk qojnë pesh këta. Nëse i merë krejt lideret që i kanë përfasusta në lidhjen dëqonit, edhe për i këthim, mas pari në familje të tyre kanë fillu ndomjet. Shefqeti, jënë të e përqime, shpak dhe të ty ndërume. Shkoun, a e boni shkoun musliman? Shefqeti, e boni? Krejt mjetet e informimit... Po e bënë sa ishte sërb, ishte sërb, po. Këta përfaqësuese... A ki ma të ofër një sërb, muslimana në shqiptare, uqë? Fshatin Forin. Unë e mas pare, vlo do më thonë e kom shqiptarin. Fshatin Forin. Macedonisë, që tash këtë ditë ndodhi. Mirë, o mos dolën bre Maqedoni. Ta pysh me zëna Ilirita, e koma të ofër një sërba... Sadre, shpak se unë e ma komtore se kjo se unë i vëllë këmë konë, kena shku shështi kulturë artistike, kena mësu konë kreshtike. A të pengon flamure, për shumë më kanë dhonë një flamure shumë special sonde me... është flamure shumë i veçantë, s'keni pas një atë. Hajde të shumë flamure. Jo, është... Nuk është kësi kines, po është original, se ma kanë dhonë veterantë të vështisë lirimtarë të Kosovës, është i madhë shumë. A ju pengon? Ajo absolut, kujna me lonë që aty në mes. Kujna i pengon flamuri. Ku gjë për veti? Mulla ku pasipi dhe shë flamuri, thot është një këmishë e i bjenë çdo shqiptari. Që? Edhe unë jam krenar që jam shqiptar, edhe i përkas dhe me thonë fesë muslimane, edhe jam krenar që jam musliman. Pra, kjo është një këmishë. Unë jam krenare që i përkas fesë së krishterë katolikë. Mas përthu që jem shqiptare. Tani katolike. Shqiptarën dy të gjitha. Qashtu. Kujdes mu se që në tokë me prej toke, se s'bu kur gjurë në prej toke, qashtu, se në katedrale e gjujtën për toke. Kja asë njështë e kanë gritë zërin. Nuk është, une nuk e kom pa. Do të mu qume... Nuk e kom pa. Ani, a deklaruash? A e kundër aty veprimi? Bravo, qashtu. Edhe kur shkojnë katedrale... Nuk e kom pa. Nuk e kom pa se
veç pak se peshe që është debat i zjarë, për e kam një fotografi, domethënë prej regjisë gati. Po. Ta shumë se kjo është Rej Sulemoja për Serbi. Po. Në Zhbildin Saqipi, që ka pas me qenë edhe prezident sonte për momentet e fundit e ka. Që domethënë për ty një huë që merr pjesë në paradën e ushtrisë serbe, duke ditë që pa e njëjta ushtri ka masakruar familjen Jashari, i ka masakruar dhe persekutuar mbi 10.000 shqiptarë civil. Në që unë e shoket një lloj servilizmi, këta fillimisht defekte më e madhe që është atje që na si shqiptarë në Kosovë nuk kemi bë asgjë për ato treva andej që kanë vetë. Ky nuk është rrejiz vetëm për Serbi, atje kanë shumë përçarje, disa bashkësi islame thirrën që janë bashkësi islame e Preshev, Medveç, Bujanovc, kështu që unë mendoj sikur të ne që kemi në Kosovë njerëz që me zespris morte te pushteti. Kjo është servil. Është servil pa dyshim se nuk ja vlen me shku me marr pjesë te një shërbetor i Miloševićit që ka qenë për kjo që sham Vučići, që ka qëndruar në Hotel Grand për mi kry domethënë shërbimet e Miloševićit në vitin 98-99. Kushdo le të jetë, unë këtë rast po të kisha qenë Hoxha, kushdo që të jetë, jo që s'isha shku, po ja kisha kthyer në formën mafyse, sepse momenti që ky ka dalë atje, ky ka shkel domethënë me komë me dur komplet gjakun e gjithë aty 20.000 luftëtarëve që janë vyron në Kosovë, të tjerëve në Preshev, Bujanovc dhe Serbia, herdo kurdo, mjo shansa do ta bën të njëjtën. Apo mendon që domethënë nëpërmjet këtyre njerëzve Serbia po investon me radikalizu fenë islame në Kosovë? Unë nuk mendoj sepse na kemi qetin rejis në Kosovë, këta nuk kanë forën ndikim në Kosovë, këta janë aq pak, so që në Medveç, sipas të dhënave që i kam, se mi na shumë histori, ka filluar me i fshi Serbia dhe nga regjistri. Ky do të kishte dashur me shkuën paradë, më thoni kanë vesh 2 minuta. Mos na humbni nacionalitetin ton, kombin ton. Na jena shqiptar tu dem baba dem, edhe i ka fshi për regjistrin. Adresimin po. E ky se ka buket, edhe nuk guxojmë një zoni. Po prezenca e tina e mendon ai që është historike me qenë të një kriminal. Ai është durë komi me gjak. Domethënë mos harrojmë 20.000 veta i kemi na të mbytur. 1400 fëmijë me direktivat e Milošević dhe Vučić ata e mbra. Edhe ky është ai që ka thonë nëse vritet një serb në Bosnjë do t'i vrasim 100 musliman. Çka është Vučić? Kë nuk do të them. Për Hoxhën që ka pasur këtu domethënë që dhe unë jam musliman, nuk jam shqiptar, siç edhe ju jeni shqiptar, do di çka mendoni? Shiqo, ka njerë këtu po duhet kemi kujdes se i morën. Gazeton nga njerë i morën vetëm ato një musliman. Edhe unë thom shpesh jam musliman, po me përkatësi fetare, përkat besimit islam. A mos shqibre po flas me juve? Çe marr. Nëse për shembull ishe taku me një zviceran ose diçka çe kishte thonë. Po unë jam taku, unë jam shqiptar më vëllazë. Do me pyet Hoxhën në bomë ja. Unë jam shqiptar kur mor pasaportin vetë të përgjigjna. Kur mor pasaport atë thotë Republika e Kosovës. Citizens of Republic of Kosova, jo Kosovo. Kështu që unë jam banor i këtij vendi, jam qytetar i Republikës Kosovës, por prapë po kthen atë ajo. Shumë kisha pas dëshirë që edhe ati tipët atje, që e ka vnu domethënë, sa ai nuk mundet me qenë hoxh, po domethënë është duke keq përdor petkun e hoxhës dhe të reisit, sa ata ka mujt domethënë çka, mos më ndo asnjëherë nga Republika e Kosovës. Po me pas përfaqësues Republika e Kosovës në Preshev, Bujanovc, Medveç, se në troje tona. Veçanë me pas guzu si shangur bizmir. Po me guzu, po na do qysh po quhet, po a kuptoni më çka po bë Serbia me kishat ortodokse në Kosovë, çka ka bën pak anë aktesarit? Pse mos mu quhet edhe shqiptarët me thon, na kemi atje xhamia, kemi troje shqiptare, flitë gjuha shqipe, varrësh shiqoni. Që janë 200-300 vite. Po janë harxhojnë miliona këtu në përfushata për 1.6 milion banor, e kemi lënë 900 fshatra atje nuk kërkush tash edhe pak vite, siç tregojnë në Preshev, marrin punëtor nga Shqipëria për mi pasur rrugët. Këto njerëzit janë boshatis shtëpit. Kjo është realitet. Ky që ka shkuar atje nuk i ka bu asnjë shërbim as kumbit as fes. Thjesht, aty kemi edhe zyrtarët nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Ata si përmend askush. Pse? Ata kanë ardhur me investu në Beograd. E na duhet me shfrytzu shumë mirë, domethënë korin diplomatik, qysh me të rjek fundet, jo për xhamia, se shqiptarët janë shumë të pasur në Kosovë. Unë një mbi 10 xhami në Prishtinë, krejt me donacion të biznesmenëve kosovar. Asnjë me parë të arabëve. Çka po të më bën pyet Hoxhën? Do me pyet Hoxhën. Në luftë ke qenë po këto në Kosovë? Po, kum qenë luftë. Është po një luftë e pabarabartë ka qenë me Serbinë, apo? Po, çashtu është. Edhe kush na ndihmoi më u çlirua? Po dihet kjo botërisht dihet. Kush? Kjo lëvizja për moshlirukje Kosovë ka filluar prej viteve të 90-ta. Po.
kur kom qenë Zvicër, ka treguar një profesor, në rregull, këtë po të shkoj historikisht. Amerika. Kush e çliroi për fund, kush na ndihmoi mu çliru definitivisht? Po normal që Amerika dhe Anglia ato bënin bashk. Po, edhe dolën kundër interesave shumë popujve, po duhet ta kuptosh në një A sens. janë kombi krishterë ata? Ata s'ju interesa fare çështja e fesë. As pak mos e lidh me fen kët, se ata nuk atë për që ata kanë dosh me përhop. Vetëm pak. Kush foli me Clintonin, kush i tha Clintonit, ande par Clintonin pozit, ande të lutem Byria më shpëtoma Kosovën. Ajo ka qenë në Terez. Po. E të më thonë, veç këtë kontribut që ka një Terez? A din sa ka bu kori shqiptar diplomatik në Amerikë? A di çka do me thonë një fjalë e nonës Tereze dhe Ibrahim Rugovës. O të lutem Rugova edhe nëna Terez do me thonë, kanë dhonë këtë kontribut, Një por... fjalë e nonës Tereze, ti sot je i lirë këtu, edhe hoxhallarët e tu, ti duhet ju thush, ti duhet ju thush, mos me këndkon kryqi, mos me këndkon kryqit, sa ta e duke vujt për kryqit, ju sot nuk kishin dhe tu ata e duke vujt për kryqit, po jeni bukshkelës, jeni bukshkelës, jeni trahtar. Apshe, kjo është akuz, mos kanë zonë rakia. Trahtar. Mos kanë zonë rakia. Trahtar jeni. Mos se s'bë me thonë ashtu. Nëse je shqiptare edhe nuk paguash nga Serbia, nëse nuk paguash nga Serbia, çfarë pagu më? Vesh serbë më thonë se trahtar. Çfarë kam trahtuar unë kombe shqiptar që më thonë ti mu trahtar? Çfarë guximi ki ti me bokët? Bajrakun. Ma gjoti mu sa prifta i kesh fut këtu që e kanë bu për shembull luftën. Asnjë prift se ki të vram. Kuptoj edhe një herë mirë. 38 hoxhallar kanë derë xha kalon jetima. Është hera 2 që debatoj me një antar të lëvizjes Deçanit. Mos u mundoni me humb Kadri Prishtinën, Hodri Idris Gjelonin. Keni luftuar. Jo më në fund. Asnjë prift nuk e kanë. Krejt kanë ik. Keni luftu. Lutem. Tash pas nuk luftue. Keni luftu për interesat e juaja. Për interesat e juaja me ngrit xhamia. Keni ngrit xhamia. Ajo çika dojës sa është muslimane. Tu nuk është Palestinë. Letë Dardani. Tu është Dardania. Po Dardani. Po nuk guxoni me boç ashtu. Takta po duhen me këtu terma sadre. Nuk guxoni më re. Nuk guxoni në mi xhamia. A do më dal bërzet pak jashtë tira u pak lutem. Po nuk guxoni më re. Po anë po mu s'ki nevojë me ngrit zonën me ngrit. A kupton? Po i mbron. Po kur më mbrojt? Unë mbroj kombin tim. Si e të mbrojt? Pse? Si e të mbrojt? Çfarë po don? Unë priftat e tu sulishën me zot tash luftë se ka përfunduar lufta. Njerëzit e pandershëm, bindëm ti mua, ku kanë qenë priftat? Ku kanë qenë priftat? Ku kanë qenë priftat? Ku janë priftat? Vesh të sen po ta them. Lëvizja Deçanit, që ndiqën lagje jetë përmend, lëvizja Deçanit është për çarçe për çarçe. Po, do del për prokurorisë shumë shpejt do del vendimi. Mba për vjole. Shumë shpejt do del vendimi, keni të bindur nga Prokuroria e Republikës Kosovës që këta kanë bën nxitje për përçarje dhe do dënohen. E Deçanit është dhe pajazit jashore që u botash bojku. Me ka krejt. Lëvizjen e Deçanit krejt kumbi shqiptar është e përkrah. As pak, këtë janë njerëz pervers, janë njerëz tradhtar, si ai Belisari që ka qenë. Po, zoti mos e boft. Zot mos e bë. Kush tradhtar? Kush tradhtar? Po ti lufta ke qenë muslimana katolike. Shqiptare kom qenë. Shqiptare tash. Se kjo nuk guxon me thon muslimane më tash. Po çfarë? Se ta ngrejnë vesh atje kish. Ti çdo kam qenë kur muslimane. Po atë mos jem konvertu. A kuptu tash publiku? Kjo s'ka qenë asnjë muslimane. Po shqiptar. Këta janë duke punu për disa agjentura serbe. Nuk jam më konvertuar. Po kush më ne? Jam kthyn rojt e mia. Po çfarë rën tua më? Po konvertimi më ne. Po çfarë rën tua po? Po si po muslimane kur? Atë çashtu. Asim fol kur? Po ti as katolike nuk je. Asim shkon xhami kur? As katolike nuk je. As katolike nuk je kon. As kryqës ki nevojë me keç përdor kishat. Unë për ta po them. Publiku le ta kupton. Nuk kanë më zgjat shumë edhe një vit do del prokuroria me përgjigjet edhe me gjitha ato gjetjet, çfarë qëllimi kanë këta dhe pikunja financohen. Që ky 50 jashari që ka qenë aty prezent dhe sot nuk guxon me dal. Dhe unë i ftoj publikisht 50 jashar, le del me mua në publik, ndash Klan Kosovë, ndash Kosova Today. Edhe unë janë gjej aty faktet. Kush ka qenë 50 jashari në diaspor, shumicën i kiç çto njerëz që janë të dështuar. Se po mos bën akuza se Jo, se na akuza, kjo mund bëni tradhtar. Po na thojnë edhe ne. Nimi hoxhallori bëni tradhtari, bëni shkoj, bëni kët. Kë asnjë prift nuk ma përmendi që ka ko flamurin si Jakub Pasipi. Kët e kanë ko flamurin. Cili e ka ko flamurin? Asnjë nuk e kitë vrar. 38 hoxhallori kanë jetimat. Çfarë këtu ku kanë Facebook?
Kur ka qenë në Verçoqa këtu? Sakrificën më të madhe kanë bërë priftat. Çil prifta? Mos bëni hajgare. Me bashkësinë ndërkombëtare. Priftat e kanë bërë më shumë ti punën më të madhe edhe kjo është i nderuar publik, edhe kjo është njëra prej arsyeve të qëllimeve të lëvizjes së Deçanit që me e humb dhe me asgjësu kontributin e muslimanëve shqiptar të Kosovës. Nuk është e vërtetë. Këtë më tash po dihen senet kret. Në rregull, unë e kryva Sadri. A ka pyetje tjera Sadri? Me ndriçjen e xhamive e keni treguar vetë. Do të shtohet ende numri xhamive. Ju pëlqej, ju pëlqej. Kjo është dëshirë e popullit dhe këtë e mbron Kushtetuta e Kosovës lirinë. Po zakonisht që realisht çdo antar i lëvizjes Deçanit sa që vjen këtu domoni sulmon edhe për gra, siç ke marrë. Per gra, per xhamia, per po çunë mërhej, kush është Zvicra 310 xhami ka më nuk i pengon kërkon. Austria penimin që Dumetes e ka njoftë Islamin fe zyrtare. Gjermania lirit nëse kish pas burrin, realisht, hipotetikisht pyetje nëse kishe pas burrin në Uxh. Çka kishe bëj, ishe konvertu përsëri, ishe rikthy? Jo be konvertu, na jena kthyn. Po ishe rikthy me pas burrin në Uxh. Kur priet. Hiç. Kur absolut. Pse unë po e kam fjalën ishe bërë. Po leket pyetje sa leket pyetje se këta as nuk janë katolik, as nuk janë shqiptar be kështu. Këta mas pak janë të shërbuj kombit. Kjo është përçarje. Mi thonë një hoxhës. Veten. A e ke burrë, e ke djalë, e ke vajzë. Krejt njerëzit. A kanë thonë familjar diçka kur i rikthy se ki ndoshta familjar. Absolutikisht familjarët, vëllau ka ardhur bile a ditë kur jam pagzu, e kam pasur në kish, se nuk pakisi jemi. Pjesa dërmuese është jashtë këtë në perëndim, domethënë kurse gjysën e familjes edhe për ka ona vllaut, edhe ka ona burrit i kam të fesë së krishterë, që kanë kaluar në fenë e krishterë. E hoq ti më pas për shembull një bashkëtorë siç është zonja Lirit me dash më rikthy më konvertu në krishter, çka kishe vepruar? Shiça, unë mas pari nuk kam nevojë me zgjedh një grua që i ka bindjet e luhatshme. Kjo deri me tani ende nuk po di me na tragua as katolike apo musliman. Kjo vetë pranë që nuk ka qenë musliman asnjëherë. E dyta, në kishta nuk shkoj se s'kam vakt. Do me thonë, kjo është mbështetje kanë shfrytzuar kishës një gum rezerv. Po shkojmë që aty. Konvertim tash vetë fjala rikthim. Po thu që kthyn rronjën te kunja. Jo rikthim. Po çka? Jam kthy rronjën teme. Po mirë dhe rikthim te rronjën tonë. Çfarë është rikthim? Po kush e ka pengu juve më erdh më rikthy Lirit? Kush ju ka pengu? Kemi qenë të okupuar. Pikunja që 26 vjet. A mos do të del nesër do ta shush liber që 26 vjet na kanë dhënë bashkia islame? Jo na detyruat. Jo më na si detyrojmë as pak. Biku na ka detyruar. As pak. Edhe që tash argumenti i tretë, Sadre, argumenti i tretë, nga kjo që tha Ket Ilirida, jep me kuptu fytyrje, linçime, anatomi komplet jep me kuptu që këta nuk duhen mi pa muslimanët e shqiptarët e besimit islam. Na tha tradhtar, na than ju kështu xhamia të A ju kena sulmunda juve ndonjëherë? Për çdo emision. Jo. A tha porzit po villni. Fizikisht ajo kena. Xhamia ka po financuar. Fizikisht ajo kena sulmuar. Po ku e diun se jam unë gazetar në Bukë. Ka sulmuar fizikisht? Fizikisht këta masakra kanë bërë disa Lesa të ditë pyetja të vllaja. Ajo që kanë marru këtin artistit Lesit atë. Me thika i kanë veç që ka bërë tallje. Ju përgatituni se çka do të bëj prokuroria me juve? Edhe një pyetje kam për juve. Çfarë do të thuni prap kur do të dilni si përçarse? Jo, po normal se kanë medalë dhe fundin nga e keni marrë. Apo do të tash diçka. Jo veç pak tash. Unë po a do të pendoni, a do të kërkoni falje këtij popullit që në këtë krizë ekonomike ju po dilni në media që s'ka vetë të sa veç konvertime. Veç nisën, am dëgjoj diçka. Po nuk po du me dhon shumë hapësirë lëvizje çon se kjo nuk ka lëvizje lutem. Veç. Lutem, del të tjera pyetje nëse kisa drejtë dhe po. Po debetohem në atë flamur. Po. Në atë flamur që e mbajtëm bashkë ti edhe unë. Që 2 vjet tash të festohet 2 vjetori i lëvizjes Deçanit që tash është. Po debetohem në këtë tokë dardhone. Po. Që kur 1 centi unë, për flas për veten, personalisht. Çfarë shumë mirë. Për vetë ti fol veç. Kur 1 centi nuk e kom marrë për asnjë. Mirë, ama veç kom dhënë. Mirë. E di pse veç kom dhënë. Sa herë që kom shkuar për të bime, me kertemin, me naftemin, kafe, garderoba si artiste bukatash edhe me bërë recitale, e se në emisionin programe, kur nuk di një 10 euro, po të betohem në dritë syve.
Unë po të besoj plotësisht, po çfarë do të thosh ti që nesër ke punu për një lëvizje që kanë marrë parë nga Serbia? Qysh ma komenton ti mua? Zahir është akuzeron, ku bëjnë ti që kanë marrë parë? Po do dalim më rësende, do dalim sende. Se thonë, jo, vëzëmë të lirit. E lirit. Edhe diçka, se ka të për parazit jashorit, se du të me vetë bashkë, pandej se mendoj që e këna shtina ose diçka. Që thonë, dhe më thonë i bëjë thire publikisht me donë në përkjanë. Qka ki ti me kalëzumë? Unë kam qef me donë në debat, me abu aty 2-3 pyetje. Në debat. Për shambull, cilat pyetje, qka? Ato mbesin që të zhvillohet emisioni. Që e emisioni. lirit ashtu, kjo e ka me, kjo e ka Qka i duhet për shambull, Pajazet Jasharit, emën i bukur, Pajazet, me bo për shambull, Bojko. Qka i duhet ati me pas një të kaluar me Serb, edhe më mbrojt, edhe ende nuk ka kërku falje. E është në grupin e tyre. Jo, nuk është në grupin tonë. Po bashkë keni njës. Jo, bre vlla. Që tashta, a tha 2 vjetori Lëvizjes Deçanit. Po Bojko nuk është e na. Aty ka pos mikrofonin. Po Bojko nuk është. E një shpartalu? Jo që i nga shpartalu. Edhe njerë po thëmë, aj tipi që ka shku të Vučići, është e një qikur kjo që ka punë me buduqnostat. Bojko. Unë, me qenë si huqë, me pas një shoqat, OJC, me Sërb, unë e më kur, as nuk vinë emision, as e thënë vite shqiptar. Edhe Bojk. E di pse ka buat emision? Pse? Pse? Jo emision. Qaj ka dosht ati me hap shoqat? Ngreja akuzet rona Qka i duhet ati me pas Sërb në shoqatën e tina? Huq, po janë akuzat rona të se thohet dhe më thonë sa ka qenë Zvicër e po. Qka? Okej, a jeton, a ke në parlament Sërbët? Po. Edhe qka? Ku po të me ishuë? Qka i ka vyt atina me bukit levizje këmtore kur Sërbët nga kanë vro? A tha por nga ka vro Vučići? Po që ata kolegë datina në konkenje që kanë morë masakra baballarët e tyre. E qka ki me thonë për ato në Zvicër që thonë? Kur dalën publikisht e sfidoj, e bëj kërkije, Kosova të dej ndashtet i ku dush. Se këta njës duhet, qysh po thot kjo, jo gjallar keni bukat atë. Lëvizja Deçanit ka antar që kanë lidhje direkte me Sërb. Edhe jënë të qenume do me thonë, orë bëkja që ka. A mundesh vetëm një emën? Po mas pare Pajaziti, e ki shoqatën e ti që Nuk është i Lëvizjes Deçanit. O, të lutem, Lëvizja Deçanit, më ka kalzu shumë mirë Arë Bergashën në Kanal 10, që na kemi dalë publike, pas ta e më bët 2 krah, se ta i kanë ato probleme që nuk i qesin. A më lëmjën me zveti. Lëmjën me zveti. Belisari, Arë Bergashën dhe pësa i del. Se cili po do më thirë unë kumbu diçka. Unë po thëmë, unë pe di që pju mungon dalja në për media në skenë. Po i një ka bo një hurbre, i një ka i bo një dëmë kombit. Se hoxhallarët nuk janë të ju më pegu kërkush në kishë marë musu konvertoni. Për neve është vesh lirim se po pastruhet shapi për sheqerit, kush do në gjami, që kush o kishë, po pse duhet me bu në media, pse duhet me ftu gazetar Amerikan, grek, tash e kam pos një gazetar, një medium prej Greqis, me të regu, edhe kjo ka qenë prezente ke përshëndet. Jo që tash. Mirë, dhe tash që 2 vjetë keti një që një themelu, ju tash keni fillu me jetës. Se 2 vjetë i keni bu. Jo që tash për reklamohet. Me njerë kur o themelu Lëvizja Deçanit, pse? Pse ata jenë shmend, edhe Serbia edhe parlamenti, Lëvizjen e Deçanit e ka përmend edhe Duma Ruse. Edhe parlamenti... A rikëthemi pak edhe të jopi pak hapsina mu? Edhe muzikës. Parlamenti i Beogradit, edhe televizioni shtetëror... Qka lipi par juve të ashtje fes katolike, ndërën Lirida, do të Gjergji ishte me prifat e tjerë me ortodoksët sërbë. A i ke një vlazni ata sërbeta? Sigur ki i Prishevës. Kjo është i Prishevës. Në muftin kur se ke po me prifta. Prisheva kujna i takon? Oshte ju, po aje për përfarson. Prisheva kujna i takon? Mos delani ka në përfarson. Prisheva kujna i takon? Juridikisht është Serbi, u kry puna. Nuk on Kosovë, Prisheva. Ti përgjigj mu, qka ka lyp do të Gjergji në Serbi me priftat ortodoks? Kur ka qenë? E ki në media ki. Kur ka qenë? Kur ka qenë? Ka qenë para luftën, ndoshta. Qysh para luftën? Do Gjergji su konë i peshvi Kosovës para luftës. E ke pos marsopën e këta. Është vërtet. Po vëllet vërteta, po këta gabimat ma që ko katedralja, janë dy kritikat më e para, që e lejen një lëvizje ende të pa etabluar si duhet, me u zhvillu brenda kishav, se po i konvenon edhe kishës katolike kjo, ende s'kan dal me një qëndrim zyrtar, pa di që ka thull, na nuk munda me i ndal, po munde se mus po dhe lëvizje dhe qonë sikur Isisi. E qka thue? Isisa jeni ju. Ju keni prodhu Isisa. Po ju se ministri i punëve të jashtme të Republikës e Kosovës. Ju jeni fut pe Bikut, kanë shku drejt në Isisa. Mirë dhe? Okej. E pse Biku? Biku s'ko aku që i ka... Edhe bashkëpunëtor të utbës, a uzun njeri po s'ko lidhje mjekër.
Ilirit, a je qytetare Kosovës, edhe pse të ishe nga Teorca, ku ishe nga Maqedonia, po? A je qytetare Kosovës e Maqedonisë? Qytetare Kosovës jam. Vërtet? Vërtet. Edhe Maqedonisë? Edhe Maqedonisë, po qytetare Kosovës. Bravo, mirë, në rregull. Tash, Ministri i Punëve të Jashtme, ku përzit është hera e tretë që thëm, që ende Kosova nuk e ka denu, as AKI-ja, është Enver Hoxhaj, që e ka prit krahun e ISIS-it në zyret të Republikës Kosovës. I përmend vetëm hoxhallar që kanë shkuar atje. Pse se keni dënuar? Pse s'ni çu kundër tina? A njëti Enver Hoxhaj kush është? Ish ministri, po, që kanë përfitu shumë, kraj luftës, shumë kanë përfitu. Kanë bukire, shtrajte, banese, komplet. Ty nisë interesant për ata që kanë vetë. Enver Hoxhaj, s'ka vjet, e ka prit delegacionin e krahut kundër të Bashar Asadit, që kanë që ky Borazemi Sisi, mi të regu qysh është themelu QK-ja, mi të regu aty me i trajnu. Kjo i bjen direkt për krahje e ISIS-it. Është i se ti ke qenë kraj luftës. Kolegi yti. Edhe pse ai ka thonë vjen, nëse mendoj që vjen kraj luftës pushtet, unë kam ikë në Beograd. Unë këtë që të shpejtej, po e jo, pas ka pas në zyre. A shkojmë pak se të muzika uzni, me se përmenë mare konga. A është haram konga, muzika? Ja, ta shë ke një pyetje. Shefqeti ka thonë haram është. A ka thonë Shefqeti? Këngët cilat kanë tekst. Të dytë. Haram muzika. Këngët të cilat... Haram deti. Që përzit Hoxhenica. Haram deti. Haram nëna të shkin. A do në përgjithë, unë tash. A është haram deti me shku hoq? Detin, gjithher përzirja, me orë tash ke Ilirida këtu në bikini, a është e ndeshme me dollë para publiku ta? A është e ndeshme me dollë në bikini në deti me ta? Ajo deti. Lënë tash atë deti, unë jem hoxhën tash pyetna, jem faktor për këtë punë përgjithë. Muzika është ndaluar kur ka këngë fyse, çorodice që thirrën drogë, na marrë liter. Instrumentet a janë ndaluara? Te na çiftelia nuk është, që për këtë shembull, se është pjesë e kombit ton. Unë kur studium Brunei, edhe ai është harmonika këtu nuk janë tonat. Nuk janë ton harmonikat i përdorin serbët, i përdorin të tjerë. Te na kon që kon ajo. Lahuta kon e jonja. E jonja, u kon edhe me kon. Fyllit nuk e di se si muzikant, po çiftelia, do të thon çift. Po sonte kum pas me ftu dë shaira, po më thon drejt ku marrë dhe s'kum guxu pi hoxhës, edhe isha këta skron. Jo më hoxha i bie çiftelis. Çiftelis i bie te ja? Unë i bie çiftelis. Po me knu tash. Mi ka dzuk soj levizës dhe qanit që na xhallohet jena ma kontar, na i bi çiftelis, na këndojmë, ata bi çiftelin. Jo, më marr çiftelin ta më këtu. Në marr çiftelin me vete. Ju ma kontar. Jo, më çu ku kam këtu çiftelia, ku është Rexheli tash këtu emrin tëm? Mi ka dzuk levizës dhe qanit që xhallohet prej Dezgjelanit, e hoçka deri Prishtinës, e të tjerëve ka qenë luftë, i kanë rrotë çiftelia, kanë qenë lidhje Prizrenit zbashku me katolikë ortodoksë musliman, luftën e parë, luftën e dytë, edhe luftën e fundit dhe do t'jem për gjithmonë. E kjo është një selam që aqojmë, ma bjen një dridhse që atë çiftelit po. A s'ki dridhse të ja? Është dikun, po nuk e di ku për... Po, që për ta bijone? Që të gjoj se... A ki që atë ku? Këta duhet veç me fakte, mi bind, jo nuk e di ku është. Që unë për ta? Kur gjos ke mujtë me mbind, po t'kallëzë drejtë. Po jo, s'ka lidhe për deri sa e ke bo gjithë të vite dhe në ke njoftë zotin tënë, dhe ke shku në kish, dhe ke pranu... Cilin zot? Cilin? Ajo që na ka dhonë çdo gjë. Ajo tjetër sen. Ajo është kriju si ju. Allah është arabisht, Zot është shqip. Zot shqip po. Po gjani bashkë me Iliritën ajo. A dimiro çiftelis? Pak po. Po. A dimiro? Pak. Pak me të gjë. A për kënë herë dim poshë me Iliritën ajo. Si të mira? Kisa shumë shesh. Ha? Bezlet. A bëni që bëtë? So është të u gjithë bëse? Për qiftelijës? Jo për qiftelijë, po për të aspekte të tjera. Apo këna në ujtë pak? Ka ku gjatë që si kumë ra. Pa në dhe, hajde këna është të 23 për gurbet bashkë. Jo, njësë janë se unë e ma shumë i bisë që kënoj. A në dhe, po për kënoj? Po, që të ka i kongën për di po zonës. Hajde, apo kënoj bashkë, 23, hajde. Ma shumë e kësha këndu këtë për shamë e Kosovë në naime. Hajde, Kosovë. Po du me po tash atë komptarizm në kësoj Iliridës e Belisare që na kam putë që ka. Hajde. Pasha zotin po të në këni lodhë.
Na keni lodhë ju. Ja, Hajde, qëre, kena mon gjallë. Veç e këtyra, po mu imi a ditë melodin, se është ai që kam nai Fatmir Sakulla, sa no çuaj. Ai është din, po edhe unë nuk ka xhanga të kuma Fatmir din, po. Po çish jo. Ti je nga Teorca. Ju më kom vitin 96 kur e kom këndu për universitetin. Hajde. Bashkimi Kombëtar. Po, hajde. Kush mi ka mësu këtu? Veti. Doja i nonës tem, mulla Ferhat Gerguri 50 vite ka shërbi hoxh. Ja kanë mut djalin luftës. Futja telit. Po. Futja telit. Kjo është. Ama jo për lëvizjen e Çanit, veç për vendet tona. Veç për vendet tona. Ashtu po. Jeni në kom popull me miliona? Se ne do të jetojmë veç për vendet tona. Veç për vendet tona. Shqipëri, Çamëri, krejt këto. Nuk ka xhallar. Çfarë kom bashkë, Liri, cëllën e dete hoxha i bjen. A di universiteti? Kreti di. Hajde di posha. Universitet. Do më thonë një mund cilësinë e hoxhës, po me i bind pak ta... A i më shanë qiftëri në gjami në herë? Po që tash në gjami jo, se gjami është vend ku adhurohet Allahu, i bindemi ati, po është që kove të fundit, po munduhen do me na bo neve shumë tradhtar, arab, na këna këndu shqip, këna legjeru shqip, edhe... Unë besoj që Lirida nuk e ka një qiftëri kështu me emrin e vetë. E kam në shpe. Po, ama nuk i bjen. I bje. Pa e zita i bjen? E bjen në ti bjen. Jo se po mi këpu telat a moni. Ja që ti këpu telat. Që si ku, që një të padrove. Veç dëshka. A bjen një vitë, të Po? Veç dëshka. Nuk i kom ra që 2 vjetë e gjys. Jo veç që tash duhet mu bind. E di pse nuk i kom ra. Po? Nuk i kom ra shkoku që kena pat një rast vdekjes shumë të rëndë në shpi. Gjithë jo që tani kësi qiftelia bukura, si kur të hoqës ata më sanërin më lemru të najmë canulli. Këtë numër telefonit. Po më shë. Po është mjeshteri veçantë. E gjenin Prishtinë të. E kjo do më thonë sa dre, që ta dim publiku, që është prej 90 viteve të 88, kur është të melu shoqëria kultur-artistike, në fshatin Bërnic, dje me vajza i kanot qiftelia. Po, pa shuj të angojnë a i liritën? Aty pak, po. Kum haru, shkaku që i këna pat një rast shumë të rëndë, këdi, kështu që e kum... Po, unë shumë me këtë vojë, gjëre? Na jemi sot vitin 2025, janë 30 vite që mësu mira. Po, unë... Muftiu Tërnava, kër më konë me dres... Mas po, e kom
mas pari kam kitarën në shtëpi, që fëmijët e mi kanë qenë në zonës të parë të shkollës muzikës këtu në Gitare është Po veç tash Ilirid. Edhe çiftelin, edhe vajza ime jeton në Amerikë, më besoni që 1 PM Lorenti në Amerikë i bie çiftelis. More këtë kështu. I bie edhe kitarës. Po. 1 PM. Po edhe këtu është domethënë bërnice e përme. Edhe dhëndër jam i bjen, më thonë, çiftelis në Edhe Amerikë. një reklam hojës të Naimi e kena më. Po, Naimi, po veç. Te kemë reklam, do të mja pagu. Edhe, thash, Unë hoxha nuk më falë, kur gjë. Po, ama du mi thonë Lirides, këto e kom mësu do më thonë se bobën e kom pas që ka kontribu në shkollimtimin, po më ka që me mësu mira çiftelis. Okej, shumë bukur. Nuk mundet me konë edhe hoxha dhe tradhtor dhe mira çiftelis, nuk mundet asnjëherë. Prandaj është akuzë rënd, që pisha 3 u bënen, që gjithër ku po dolin debate, enveri. Tradhtor nuk të kom thonë. Jo, tash na tha diç, tash po, tash unë qizu këto, po ne unë ta bëj me të halal, s'është problem. Veç po du me thonë që ndryshimi qëndrime. Ha? Ilirides a Unë nuk besojnë që se zenash. Qëllimi është Sadri, edhe një po kuptojmë. Mos me bën muslimone. A ki mos i mja fryt në ujë? Jo, po vëllai që ta bëj ujë. Në publikimi nuk të kom thonë tradhtor. Jo. Lutem. Edhe thash, edhe pse kam qenë me medikamente. Okej. Unë ta fali me halal me krejt. A bja fryt në ujë, mos me bën muslimone. Nuk i besoj. Unë veç po du mi thonë edhe në Ilirides, sinqerisht, si një djalë i ri. Anglezët që në marrë me shqiptarët. Lëvizja shqiptare prezenit. Po të kuptoj. Hoç Kadri Prishtina është për se kuptu, qëre me kapuqa është me mjekër. Minister i punëve të jashtme. Po e di pse kanë qenë me kapuqa, edhe hoxhëllar. E di pse Jo tjesë se ki? Tash të tregoj. Jo veç të tregoj. Karin Armstrong, e huaj. Jorge Garodi, Morris Bokaj, e plot e tjerë, nuk kanë kësi disë. Kanë qenë ma shumë musliman. E di ta spjegoj edhe këtë se. Jo musliman, kanë qenë hoxhallor ku i ka shërby kombit. A di pse? Pse ata akademik nuk kanë mujt me qenë. Tituj akademik është nuk kanë mujt me pas. Kush? Hoxh Kadria? Po si jo more? Të parin e rektorin e parë në Universitetin e Istanbul dhe ki Hoxh Tahsinin. Po pse hoq? Se hoq nuk thirr akademik. Po na s'ka ekzistuar si titul akademik, ama ke pas magjistere, doktore. E di pse s'ka ekzistuar? Pse kanë qenë shërbëtor të huaj. Se kanë qenë në Froshri. E na Froshri. Në fundën e Osmane, krejt kanë qenë ata. Na Froshri e Sami Froshri këta. Domethënë, e tash kjo është një pyetje shumë interesante Sadri. Edhe kjo është një pyetje. Këta thonë tituj akademikësh ata nuk kanë mujt me pas. Kanë dhënë kontributin. Po ata janë konë ma akademik se Belisari këta tunë. Se Sami Froshri këta kanë folë ka 2-3 me gjutë uja. Apo pajtëri sonte, apo bosh ti muslimon. Sadri, veç pak, të kuptojmë. Kjo po thotë s'ka pos akademik. Sami Froshri, o s'ko lidhe titulli, këta kanë ditë gjuhën frenge, gjuhën italiane, gjuhën arabe, gjuhën osmane. Këta kanë qenë diplomat, kanë qenë ambasador, kanë qenë përkthys. Nuk e kemi në asnjë. Ma gjendë më thonë. Ama pse e ka pa titullin hoxh? Hoxh e ka pos Hoxh Tahsini, s'o kon hoxh. Samia se ka pos kapuç në hoxhës, as Naimi. Pse nuk u thirr akademik? Pse nuk u thirr? Po s'ka lidhje, na kemi plot akademik që ç'a po bëhet sot me kombin ton. Ti emri nuk të bën ty akademik. Ti mund të qesh të 2-3 dërë. Un po du me thonë, këta njerëz që kanë zhvilluar këtë lëvizje, që u quajt këtë bota, Egjipti ka thonë el Albanie, çështja shqiptare. Anglia, Bejtullah Destani ka shkuar në arkivin do më thonë anglez i ka mortë. Çka thotë? English Documents on the Albanian League of Prizren. Do më thonë dokumente angleze për lidhjen shqiptar prezident. Pse në morta? Kush e ka dhësh lidhjen në prezident? Ti ka dhënë publikut. Hoxh Ymer Prizreni, Hoxh Kadri Zeka, ju kanë muslimanë katolik Ilirid. Pse po doni me xhbukët? Na nuk kemi nevojë mu përço. A di pse u thirr muslimanaj? Jo mos tregot ti pse u thirr. Lëvizjen e juve, nëse shkon lëvizje frishme, bio, kombëtare, unë isha kon antar i saj. Pse s'vin xhallar me kon pjesë e kësaj lëvizje? Si kundër kombit. Nuk mund të më thonë se bush katolik je ma shqiptar. Unë po them, a je katolik a shqiptar, mos na përçonin baza fetare. Ky diskursi që është përdorur sot është kështu, që kom përmend këtu domethënë, është një tentim për të manipuluar në emër të fesë, duke pretenduar se më i mirë është një shqiptar katolik se sa një shqiptar musliman. Është gabim. Sot na kena plot nona shqiptare të Shqipërisë që kanë qenë kolonele, ju kanë ndihmuar UÇK-s
qysh me fitu kosharen. Se jemi minutat fundit. Pe disa dre, po prap ti ki minuta sa dush. Unë mos kom vak se nesër kom nis për Zvicër. Veç edhe po du mi thon. I ftoj gjithë anëtor. Çfarë harame mos bën ajgore. Është thirrje edhe mesazh shumë i sinqert. Mos bini viktimë dhe vegël dikujt tjetër se do të pendoheni për krejt këtu edhe keni me kërku mja fshi komplet inqizimet ku i një dalë për me mbrojt lëvizjen dhe çanë. Ja, pa pore si afshim valla. E para, e dyta, këta shqiptar, rilindas, edhe të kove të fundit, si Anton Qeta, ai su ka musliman Anton Qeta, po s'ka pranu pi katedrales me trajtu që kur katolik e misionar. Apo? Familja s'ka ndosht. Ka punu për kombin shqiptar. Kemi qenë bashkë, muslimon e katolik. Bile, mos të harroj të lexoj këtë poezi, që është në punimin tim, edhe kisha pas dëshirë, nuk zgjat shumë, janë dy pak strofa, që. Sa minuta? Quhet hymni i mbarësisë, që. Në minutë zgjat më shumë. Musliman e të krishterë, të kapim rrugën e mbar, të gjithë së bashku të bëm tëube istighfar, pra të pendohemi te Zoti. Tëube do me thonë, nga e keqja me u largu, Zotit besën mja dhon dhe falje me i kërku. Të gjithë së bashku, të kapim rrugën e Zotit, të hedhim, të alëm ateizmin, t'i japim dritë popullit. Kush është burr i zgjuar, këtë gjë ta kuptoj, moralin e popullit me fe ta lartësoj. Kur të rregullojmë moralin, të gjithë sa jemi, do ta gjejmë dërmanin dhe lumturi do të kemi. Kështu do të rregullohemi, vetë neve shqiptarët, ndryshe do të farohemi, vetë jemi shkaktarët. Për atë drejtë e bashkuar, muslimanët krishterë, të gjithë një Zot kemi, nuk ka Zot atjerë, të gjithë një Zot kemi, Allahu Ekber. O Zoti i madhnueshëm, që na ke krijuar, na jep mençurinë të drejtën me kuptuar. Me një dorë dheun, me tjetrën bojmë fen, gjithmonë përpara do të shkojmë ne. Kjo është një him që i ka mbi 100 vjet, që u kanë ulën edhe prifti dhe hoxha. Kush e ka shukët? Hoxhu kanë ai. Siguron. Po. Faleminderit shumë Qeshit. Faleminderit. Ilirit, faleminderit shumë. Faleminderit edhe për te. Faleminderit edhe hoxhës shumë. Mendesh se Sadre, çifterin tash a pagujon apo ti? Po kse, apo bëni shqipunë, çfarë po bëjmë për fond? Në fotografi për bashkë. Muslimane aty po konvertuar. Po vallon kjo as ka muslimana as bë katolike. Te apo Unë jam e krishterë. A e kelon e manet çush më varros? Po, e kum lëm. me hoxha kështu? Zot mos e bë. Zot mos e bë. Po hoxha nuk prek, po të thotë se. Zot mos e bë. Do të thonë na dy josh kanë falo. Veç bëno Në but shpresi krishterë. bëno një nan e devotshme, Ilirida Galove. një nan i devotshme, Unë jam e devotshme. ashtu nëse e bë katolike me shkon kish, me nderu ata. Unë shkoj në kish. Ashtu po rregullisht do të më shkuat atje. Po nuk vetmia ime, edhe mosha ime E bën vetën. E bën. Rregulla. Zoti ka thënë Kur'an. Me zemër e me shpirt jam e drejtuar para Zotit. Shumë mirë. Na nuk e urrejmë askënd si musliman. Edhe na Zoti ka thënë Kur'an, Për lekum shembull, jam dinu një po. pyetje të fundit, do të më çejm kom. Se në fund e mbyllim. Po. Çka nëse për shembull duke ish dash me fal xhenozën e një çështë që është i konvertuar. Ma kishë shku, ma kishë marr pjesë. Pa dyshim që po. So shqiptare. Bravo. Unë prapë i them edhe një herë. Thunë ju priftat e ju, le të vinë xhamiat e të vizitojnë se na kanë vllazën. Po vind, po ju vizitoj. Edhe le të vinë na të ngushtojnë për 40 vite që mbra. Edhe le të vinë na thonë se mas po na keni rryu para se me na një mus Evropa s'na nimon. Mos bojnë asane. Jo. Na kurrë nuk Prapo kemi them, ndalje me ju. unë ju ftoj që të kërkoni falje që po i fyni hoxhallarët, të vrarët, kombin. Këtu 1000 xhamia nuk ju mbo për arabë, ju mbo për shqiptarëve. Edhe kisha, nëse keni nevojë për pare, do ta qesim sarginë për xhamia, do të mbledhun pare, sikur në Zvicër. Me kontributet huaja. Jo, që veç pak, në Zvicër, Ata janë pare krejt haram. musliman, që veç pak, ja tregoj edhe këto publikut në Zvicër për ta ndërtu bustin e Nës në qytetin e Vindteturit, këtë musliman t'i kam mbledh pare, këtë musliman janë që i kam mbledh paret, edhe ka ordon Lurxherxhi. Muslimanëve i kam mbledh paret, i ka me ndërtu bustin e Nës, tjetër i shkon erdhë të dhënë e prish e kthen. Jo, në Vindtetur është në Cyri, është atë afër Cyriut. S'ka lidhje. Faleminderit shumë që na ndajët natën e mirë, kaq që të personat të shihemi Edhe Shqiponia mos harrojnë se jemi shqiptar. Faleminderit. Po. Faleminderit.